ketë zgjedhje për muajt maj. Po janë shqiptore me ballona. Të nderuar shikues të televizionit 7 dhe ndjekës të Gazetës Nacionale, edhe këtë diel jeni me emisionin Point of View. Për rreth 1 orë, unë Orbe Ramadani, së bashku me kolegun tim Oqan Dërmaku, do t'ju mbajmë të informuar e do të llafosemi për ngjarjet kryesore të javës. Ma në fund më thë Dërmaku. Po. Se gjithë mbjemrin ma thu Demaku. Po, Masit që jam dreniz dikun. Po, ka një vjetë që një Oqanin, po kam mendu që ka Oqan Demaku, kë ishte Oqan Dërmaku I Kamenicës. Sa ti e zjeni? Po, që asë Drogoqit, po, a menja jem që drenas, po, Oqan një 15 story I kim për sonka, po. Qëta të ishta me thonë, kena shumë story kësa here, kështu që të storyn e parë, po vazhdojmë me njëherë pa humbur kohë që thojnë, do këse emisione serioze, edhe po shkojmë e shohim që të storyn e parë, mundeni me dëgju edhe me mshel syt, nëse dëni, vis soundin me një vis zonin, nëse dëgjoni edhe e kuptoni mas miri sa këna shprej. Okej, pra jemi në vitin 2026, edhe qysh e pat në për Prishtinë, në për disa lagje të Prishtinës, agregatat janë dheza, po që janë veç një pyetje para se me shkute, a xhirimet e janë të bëme veç me një lagje, a janë kështu të shpërndome na për janë pejtan lakrisht janë dikun afër, domethënë kështu në kam që jena shku dhe kena marrë pamje pat edhe në për lagje tjera, se Okej, pse i lëshun agregata veç për çfarë? Me të mparym komplet, domethënë 2 ditë fundit ku sti lajmëroj që po ka ndërprerje, sepse 2 ditë e fundit kishin funksionu me 50% veç përmes importit. Okej. Që kjo gjendje janë 2026, edhe pse. A për një mes s'ka rrymë, a? S'ka pas, domethënë sa do stabilizu kështu, domethënë 2 ditë ka pasi si farë reduktime. S'vash më s'di kanë shushtë veç për qef, adhe mi ngu pak me kujtu të kalumin. Po, veç me kujtu. Mas luftës unë e mojnë men, domethënë s'dija ki kujtime me agregat. Po, pak se s'kina pas as agregat. Po një me e kina? Apo do ku ishi kanë pas. Amo, qashtu domethënë edhe në mahall atun laze kur lësheshin, e jonë konë në për do farë terra, zakonisht në për garazha. Po, zakonisht me një farë me i shkrepsa, me i lampa, diska. E se di kështu, e ka një farë zoni kështu se na këthen një farë nostalgjie, që së është bashkë e mirë, sa atëherë se dishëm, po dilken në rëtë kë, dilshin si farë njëftime, si farë sene, dilshin në reduktimet, u konë gëzimi malë, u konë 4-2, apëdin, 2 orë me pas rrymë. Kure ke pas 5-1, që ata në konë matë privilegjumt. Garantë që ta në Prishtinë kanë pas 5-1 qendra, natën ka tënë herë 3-3, herë 2 me 4, po që nuk e di a e dinte që kjo Republika e vogël e Kosovës, që kjo Kashurja, e ka refuzu një farë projekti Amerikan për energji, I cili ka pas sipas, jo sipas meje, po sipas Wesley Clark, I cili ka qenë sekretari NATO-s, në një intervista I thotë që po të pranuhej termocentrali Amerikan, miliardë euro investim, cilin e ka refuzu qeveria. A ka qenë edhe në opozit atëre? Sa ka qenë opozit ka full kundër ti, po s'ka pas kompetenca me nolë. Sa ka orë qeveria ka nolë atë projekt. E si pas Wesley Clarkut, si pas ish sekretari të NATO-s, që një sigurin botërore mas mirë në botë, a I ka thonë që për t'investuaj kë termocentral miliardësh, jo që Kosova kish pas rrymë, jo që vendet e rajonit I kishim furnizu me rrymë, po në kontekstin e sigurisë, sepse në shtadin që slogani vetë vendosës ka qenë siguri dhe begati. Në kontekstin e sigurisë, Wesley Clark ka thonë që Kosova do të shndrojë në zonën
më të sigurt në krejt rajonin, po ndër zonat më të sigurta në Europë. Sepse çështja e energjisë është edhe çështje e sigurisë. E shpërmbush komplet siguri dhe begati. Po, e shpërmbush edhe siguri dhe begati. Po, situata në Kosovë është kjo, a ndjekëm edhe një herë historien me agregata. Hajde, veç të dëgjojmë, veç pak. Sigurinë dhe begatin. Qështu dhe më thonë që kjo është muzika sa të jetë e zënë, dhe më thonë mund është mi mshelë sytë edhe lirisht e din qka është u shfos, agregati vogël, i madhë, gjithë shka. Qëra, është një qështje tjetër, kryeministri tash, kryeministri, alo së bo Severia, po... Në detyrë. Po, Albin Kurti, tash i ka fitu 51%, mos harro, na thëjke, na flajmë mbi të ngjellë. Edhe... Qashtu llogaritet. Do më thonë që na jemi, ka shumë pasurinë toksore të ngjillit dhe Kosova nuk e ka shfrytzu kur këto. Tash, unë menoj që këtu gjithçka i shkon më mirë, veç me pas menaxhim më të mirë, duhesh me pas standarde, duhesh me pas parime. Të na ju ndru Severit, po sistemi në për ndërmarrje, në për çështu ka shku njëjtë. Punësimet ju mbu njëjtë. Nuk ka një menaxher. Tash para më do më thonë Keku sa herë ka pas ushtrues detyra, ka pas në herë drejtor. Ka pas, këtu në herë ka pas. Po për shembull 4 vjet, 5 vjet e fundit. Ta ushtrues detyrës atë shënë që janë kështu që nuk i ai as vet drejtorit nuk i duket e vetja shpeshherë ai vani punës. Po sidomos ta ushtrues të detyrës, këta e përjetojnë punën, e përjetojnë shumë përkohësisht, që nuk i hin fellet, me thonë ta nisin një projekt 10 vjeçor, 15 vjeçor, 20 vjeçor. Po, sa ata e dinë që janë qërë, veç një diçka, ligji e përcakton shumë mirë. Thot, ushtrues detyre, 6 muaj edhe me mundësi vazhdimi edhe 6 muaj. Po, deri një vit. Ama shumicën e institucioneve sot i ki me mbi një vit ushtrues detyre. Na do më thonë unë menoj që aktualisht i bjen që jena Republik me ushtrues detyre. Kështu adin ku të këshërsh, ku të preksh, ki ushtrues detyre. Nuk e di atë kanë informu këta të menaxhmentit nacionale se ç'të s'ta kom thonë, po ta them live në emision që dhe ti je ushtruesi i detyrës në këtë emision. Nuk ketë përkohësisht është, ketë ka mundru. Sa që është me detyrë të plot, vjen mas nej. Po, me siguri ka kontrol të reja ato tani. E ushtruesi e detyrës, o qanë është ministri, hajtë po që është shpresaj. Unë veç shpresaj që këta hierarkia e redaksisë janë sigur vetë vendosja. Që edhe pse thot ligji veç një vjet, mu me mlon një 5 vjet ushtrues detyre. Pera Guzhola nuk është ashta. Po thua? Ja, ti këpo. Staj parola. Okej. Ushtruese e detyrës, ose ministrën e detyrë, të cilës nuk i është premtuar posti i ri në qeverinë e re nga Kurti, sepse Kurti e ka shpalos si do ta shem ministrin. Po Rozeta Hajdari, ministrja e industrisë, tregtisë dhe ndërmarrësisë, ka qenë në gjykatë për çështjen e rezervave shtetërore. Me pak fjallë. Të çështja e rezervave shtetërore, ministrja Rozeta Hajdari i ka kontraktu disa kompani për me pru grër, miell edhe vaj, të cilat nuk kanë ardhur kur në Kosovë. Domthonjë një pjesë e tyre nuk ka ardhur kur në Kosovë, e që domi, mos gabofsha sa është domi. 2.1 miliona ka qenë, sa ka qenë? Kështu diçka. Çështu diçka thuhet në ata akuzë. Ajo që dihet është se është porosit, paret janë dhënë për mollin nuk ka në Kosovë. Ta ndjekim hyrjen e Rozeta Hajdari. Veç një pyetje para se më shku. Raportimi për skandalin e rezervave shtetërore, u kanë ekskluzivisht në nacionale? Në nacionale, po. Okej, se unë s'kom qenë hala pjesë. Jo, po, ka qenë ushtrues detyre dikun tjetër. Po, ka qenë holdëmtimi gazetës nacionale, ka përfunduar me akt akuzë dhe tash ministri Rozeta. Ajo akuzojshin atëherë si po rani? Po ç'është na akuzojshin? Po gjithmonë. Po. Ministri i detyrë Rozeta Hajdari ka shku para gjykatës gazetarja jon ushtruesja e detyrës së gazetarës Eriola Cocaj e ka përcjell këtë seancë. Ta ndjekim.
Okej, do më thonë gjyqtari vendosi që ta mbyll për media seancën, sepse si pas mbrojtësve të akuzuarve, aty do të fliteshin gjërat që janë sekret shtetëror. Ta ndjekim edhe çfarë tha ministra Rozeta Hajdari pasi doli nga gjykata. Unë ndihem krejtësisht e pafajshme, sepse është një proces tendencios nga Prokuria Speciale e Kosovës, duke shkelur çdo procedurë ligjore, duke qenë në kundërshtim me ligjin për rezervat shtetërore dhe ligjin për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, ka iniciuar këtë akt akuzë ndaj meje, por më rëndësishme është të theksoj se qytetarët e Kosovës nuk kanë nevojë të brengosen për konsolidimin e rezervet shtetërore, të cilën e kemi rritur në qeverinë Kurti 2, për shumë fish në kohën më të vështirë, kur ishte rezerva shtetërore e pa konsoliduar dhe jo në funksion të përgjigjes ndaj qytetarëve, në kohën kur kufit ishin të mbyllur me shpërthimin e luftës në Ukrainë, dhe në kohën më të vështirë kur nuk kishte eksport të produkteve bazike në vendin tonë, pra produkteve bazike jetike për jetesën e qytetarëve tanë. Në këtë kohë të vështirë ne siguruam dhe konsoliduam rezervën shtetërore. Megjithatë, prokuroria shkeli ligjin, siç e kam theksuar edhe më herët, përkundër që ne i kemi pasur dhe jemi në proces gjyqësor me operatorët ekonomik të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e tyre. Tërësisht Prokuroria Speciale e Kosovës nuk po përfill ligjin dhe po vazhdon pa përfillur procedurat ligjore të ligjit për rezervën shtetërore dhe ligjit për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar. Ashtu si unë edhe mbrojtja ime jemi të bindur për këto veprime të paligjshme dhe këtë do ta dëshmojmë deri në fund të këtij procesi. Ju faleminderit. Ministra, më të tregoni, është një dokument sekret nëse ajo marrëveshje bëhet në bashkëpunim me atë një personi që nuk ka certifikat të sigurisë, edhe që ka ardhur aty vetëm si një mik i juaj. Pra është fjala për Ridvan Marrëveshjen. Ju sot jeni larguar nga seanca sepse është seancë e mbyllur. Nuk më lejohet asgjë të deklarohem te ju në lidhje me proceset që janë në seancë të mbyllur. Ju faleminderit. Po është çdo të mirë? Po është dokument sekret nëse ja keni dhënë një personi që ka pasur këtë funksion. Këtë rast ka qenë vetëm informativ. Qëta se kanë thonë gjykat, edhe mbrojtja e Rozeta Hajdarit, që kanë thonë që është sekret shtetëror, në fakt Rozeta ka shfrytzu këta dhe me ikë pyetjeve të gazetarëve në për konferenca, gjithçka. Sare kanë pyetur rreth rezervave shtetërore. Bëlle këtë temë. Po, bëlle, po. Atin i ka urdhëruar që s'bën me hi anena se ju se dini sa ndodh atin. Tash, sekret shtetëror mundet me kanë, unë e besoj, po publike është që kes përdor, domethënë buxheti i shtetit. Dhe përveç kësaj? Përveç kësaj, paranojmë krejt si proces të skandali i rezervave shtetërore, u ka një përfshim edhe një biznismen. Një herë bile pa ta shku te Prokuroria Speciale kur pas shku me u marrë në pyetje, as që dege me u përgjigj. Avokatët e nuk ka fjalë të media. Kështu, Oçan. Për një çështje e cila është sekret shtetëror, pra rezervat e shtetit, llogaritet që nuk do të më ditë ose shtetet armike ose kështu janë disa sekrete shtetërore, disa vendime që s'mundesh me ditë ti. Mirë po, se mundën me u kesh përdor. Mirë po. Çka ka bë ministria, çka dyshohet që ka bë, po I kemi edhe emaillat për këtë punë, është se për sekretin shtetëror e ka njoftuar një biznesmen. Një biznesmen privat, I cili e ka një restorant ku shkojnë këta qeveritarë shpesh. Po nejse, biznesin s'kemi nevojë me thonë, po I akuzumi është Ridvan Muharremi. E kanë informu tërkohën me emaila sa kemi nevojë për... Domethënë nuk e ka bë kontratën me ato kompanitë polake direkt ministria, po e ka delegu te një biznesmen. Edhe këtë ju ka ekspozu krejt shteti, një biznesmenit, I cili I ka ditë, edhe plus nuk e ka kry punën. Po se ka pas edhe dëshmi prokurori, që kanë thonë që na kena menu që Ridvani është këshilltare. Ata dëgjojmë avokatin e Ridvan Muharremi çka tha para gjykatës, më duket që tha që ka qenë veç përkthyes. Okej, çfarë veç po dëgjojmë historinë. Kunda komentet. Ndodhi diçka që në praktike gjyqësore është e panjohur në
gjykatat e Kosovës. Na detyroi gjykata që të ushtrojmë kundërshtim kundër këtë akuzës pa shkresat lodhës është rast nonsens. A u deklaru klienti juaj? A i bie që është deklaru? S'kem që është deklarohëm për shkak se është deklaruar që nuk mund të i deklarohëm rreth fajësisë pa i pas shkresë të lodhës. Qysh mund deklaru për fajësinë kur s'ka shkresat të lodhës? Qysh do ta shkruaj unë kundërshtimin e këtë akuzë pa shkresat të lodhës? Megjithatë është thënë që edhe zotëri Muharremi ka pas ato dokumente dhe ato kontrata që tash klasifikohen si sekrete. Po ju lutem, nuk i ka pas. Pritni drejtësinë, pritni durimin, ta keni derisa drejtësia ta thot fjalën e vet. Zotëri Muharremi, a mund të kemi një qëndrim edhe për jush? Kush po ju thot? A i keni pas ato dokumente ajo? Nuk i ka pas. Jo, unë po të them me përgjegjësi të plot. Ridvani ka qenë përkthyes i kompanisë turke. Pra, si pas avokatit të biznesmenit, në këtë rast biznesmeni ka qenë vetëm përkthyes. Por, Oqan, kur shteti... Jo, tash, ta bëjnë i pyetje në qëtë. Nëse ti angazhohesh si përkthyes për institucionet, për një rezervat e shtetit, ose qatë të qoftë, edhe kjo ku ka sekret shtetëror, a në shkruhet diska orbra, që shkën që kjo, se për shembull nacionalin, a mujna sot me marrë një përkthyes e mi thonë, hajde, veç përkthena diska që tu, na shta pagujna me parë dora. I thonë unë që privatisht. Po kur shkën me përkthy për institucionin. Mënyra që ndërton marrëdhënie ose raport të drejtave dhe detyrimeve institucionet. Në këtë rast ministria. Ministria ose janë të drejtat dhe detyrimet me palën tjetër të jashtme i krijon përmes kontratës. E ko emrin kontratë. Po. E që të se ka ditë rozeta, përshet? Okej. Po amnunën, ka të vjetë juridik i ka. Edhe qanë, qatë kontratë për përkthem, nuk më me morë një biznesmen, po do të me morë një institucion, a një zyre, e cila është të certifikume për përkthem. Pra ka procedur që shko dhe qoftë përkthimi që ka thonë kryo avokati, qoftë e përkthimi. Por nuk mund është me thonë, a i ka përkthy, u kom biznismen, s'ko kur farë kontrate me ministrin, me shtetin, jënë zhduk rezervat shtetërore nuk kanë ardhur, dëmtu buxheti. Ta është vis pak arbër. Prej kujt i kanë marrë ta, qa ju ka dosh me përkthy, çfarë gjuhë? Më duket polonisht dhe turqisht. Aha, a din qa është mas shqetësuse? Ko shumë sen është shqetësuse, nuk besoj që e ke qëllu mas shqetësuse. Ja, shqetësuse, mas shqetësuse është. Pam na i kena OKI-n, që funksionon edhe na zakonisht këta agjentat e këta i menojnë asë njerë që i di nja 5 gjua, 8-9 të najsen, turqisht nëse ke dita. Atin isha shku një mledhe, kisha thonë, Ridvani në ta, mos është Ridvani mëre? Ok, ase a? Ase. Ok, ja. Mos e përmen. Ok. Mos e përmen, ok. Qërë, Oqan, zotëri dërmo. Qërë, veç një diska para se me dalë dikun tjetër, E që jenë aty nervozu pak, shiklus të jemi bindur që jenë aty nervozu të folë për korupcionin e qeverisë, thoi një kanë gjujt këtë, që edhe pak ju kena gjujt. Këta janë aktualisht, do më thonë, si të vjen dikush tjetër, ose në komuna, na i bujnë, po da më qa rozeta, kështu i ka morë, s'ka në rezerva. Po rozeti si ka ronë njëre, qërë, e kom raportu... Po kejbe s'ka në rezerva, hajt njëre. Okej, që në lajmi kes. Lajmi kes për rozetën. Dodhë si prap i duhet me shku në gjykat, po për një rast tjetër. E kom raportu një farë kontrate, Ministrisë Tregtisë, që u thiset prej Rozeta Ajdarit. Ato është një agenci e cila drejtohet prej ushtruesit detyrës drejtorit Zef Dedaj. Edhe ajo agenci funksionon në kuadrët mintit. Edhe e kanë shpall një tender, e ka fitu një grup i operatorëve. Për çka tender? Tenderi u kanë për diçka rekonstruktimin e infrastrukturës të parku i përgjithshëm Drenas. Okej, në Drenas. Po, parku industrial, që shuhet kështu me një farë. Edhe çështja do më thonë është kështu. E kanë shpallë si tender, e ka fitu grupi operatorëve në krye me Kema kompaninë. Tash, kur shpallet një tender edhe e fiton dikush, është një komision vlerësues që e vlerëson që një kompani po i plotson gjitha kushtet. Në qatë komision ka qenë një zyrtare e mintit, Sazide Sadiku, e cila prej agjencisë për parandalimin e korrupsionit ka dalë që është në konflikt interesi me fituesin e tenderit, me Kema kompaninë. Pse? Vetë ka punu në të, bashkëshorti ka punu në qatë kompani, edhe kjo prapë në fund nuk ka të regu që ka konflikt interesi me që ata. Edhe
APK-ja, do më thonë Agencia për Parandalimin e Korrupsionit, ka marrë vendim me datë 10 tetor 2025 me u anullu këtë nder. Qa bën Ministria e Drejtësisë? A ke po storje për çet punë? Po, është e para, do më thonë, e para storje. A i shojmë storjen? E lëshojnë ata një të fundit, që është si përmbledhse. Vesh po ta përmbledhe pak në pikat shkurta. Ku metum? Metum që kjo zyrtarja, e cila ka vendosur për tenderin, ka pas konflikt interesi sepse ka punua. Ka punu ma heret, ka qenë diçka e angazhume profesionalisht ende në qatë kompani, edhe pse ka punu në ministri. Edhe bashkëshortin e ka pasur në qatë kompani. Qështu thot vendimi i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. E kuptova, veç edhe tenderi së pole u konë se kina rreth 8 milion euro. Good, vazhdo. A është mirë? Jo mirë. A është knas? Ju ta dim ku jemi së di, ju në është naqë. Kur njët, posti kom, asas 8.000. Tash, Ministria e Tregtisë ka shku në gjykatën themelore dhe ka qenë një propozim, e ka bën një kërkesë për masë përkohshme. Masë të përkohshme për me? Po, me bloku do më thonë për një herë që çështje, mes me pasas lëvizjas. Zakonisht masa e përkohshme është komplet bllokim i kësaj gjendje deri të vendoset. Deri në një vendim gjykatës ose organeve tjera. Tash, gjykata themelore ka refuzuar kërkesën, ka thonë jo, mbetet në fuqi vendimi i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Ata kanë vazhduar me ekzekutu pagesa, edhe çka kanë bërë vendimin e themelore se çojnë në apel. Edhe unë e thirrë Zevdejin. Po e thirrë Zevdejin. Kush është Zevdej? Që kjo drejtuesi i saj agjencisë, Kiesas, do thot ushtrues detyre është në këtë pozitë si drejtor, edhe thirrë edhe kjo më thot ju po rani, po shpekulloni, po që si far literalisht më thot. Veç shërbat emrin e kompania më fal. Kema kompani. A Kema, se më duket the Kiesa. Jo, Kiesa është agjencia që drejtohet prej Zevdejit. Që kjo agjencia është brenda Mintit. E kam qartë. Edhe pendjekëm vis pak historin edhe kthehemi prap me disa detaje kështu t'i tregoj. Kemi ardhur te parku i përgjithshëm në Drenas. Qëtu ku jemi, shikoni mos pari si të vend. Që kjo është komplet pjesë e tenderit për cilin kemi raportu që e ka dhonë Minti, pra Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Hajde një tash me muvis pak sa tje për m'ja u shpjegu ma detajisht çka ka ndodhur. Kemi bu një raportim para disa kohë në Gazetën Nacionale, u dash me arë në vend në ngjarjes për me shpjegu pak ma mirë. Tenderi ka qenë për ndërtimin e infrastrukturës në parkun industrial 2, parku i përgjithshëm në Drenas. Pra qysh po e sheni që po shkruan te projekti. Investitori Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Pra bëhet fjalë për agjencinë Kiesa që funksionon në kuadër të Mintit. Pra ata e kanë projektin, por Minti i bie që e ka lidh kontratën. Pra e ka shpall tenderin edhe u shpall fitues Kema kompani bashkë me çdo kompanitë e tjera. Pra grupi i operatorëve, qysh po e sheni se po lexon çto. Kema kompani ka qenë kryesorja. Na kemi kontaktuar edhe Kema kompani, sepse pasi që u fitu që këtë tender me vlerë rreth 8 milion euro. 360 ditë pune ka qenë plani dinamik, është marrë një vendim prej Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Po tregon vetë dokumenti, vendimi ka qenë që ekziston konflikt interesi mes një zyrtare, Sajide Sadiku, që punon në Kiesa, në Agjencinë Kiesa, brenda Ministrisë Tregtisë, edhe e njëjta ka qenë në konflikt interesi me Kema kompaninë. Pra, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit ka marrë vendim me e anullu këtë tender, shkaku që ekziston konflikt interesi. Çka bën Ministria e Tregtisë? E merr çet vendim të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit edhe dërgon në gjykatën themelore në Prishtinë. Pra edhe kërkojnë masë të përkohshme. Masa e përkohshme është me ndalu, do të thonë mos me marr asnjë veprim, as me u anulu tenderi, as kur gjë tjetër, pra derisa të zgjidhen çështjet. Gjykata themelore refuzon kërkesën e Mintit, Ministrisë Tregtisë, pra edhe e lën në fuqi vendimin e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Pra me këshyr ligjërisht Ministria është dashur me anulu këtë tender. Por Ministria ka vazhduar me ekzekutu pagesa, dëshmojnë këto dokumente e kemi paraqitur më herët, ka bë pagesa qindra mijëra euro për Kema kompaninë dhe operatorët e tjerë ekonomik. Çka bën Ministria e Tregtisë? Kur gjykata themelore i jep të drejtë, domethënë Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, pra dhe e refuzon kërkesën e Mintit për masë të përkohshme, Minti shkon edhe e çon lëndën, ankohet për akt vendimin e gjykatës themelore në gjykatën e apelit, pra të shkalla 2. Çka bën gjykata e apelit? Gjykata e apelit pastaj merr akt vendim që vërteton akt vendimin e gjykatës themelore, pra mbetet në fuqi që ky dokument i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Megjithatë, si duket, Ministria e Tregtisë
ose dikush është duke mashtru, ose gjykata nuk I ka kontaktu fare, sepse shikon e çka thot mas pari përgjigjja e gjykatës për Gazetën Nacionale. Referuar kërkesës tuaj për informata ju njoftojmë se lidhur me akt vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë të datës 17 nëntor 2025, gjykata Apelit të Kosovës, Departamenti për Çështje Administrative me datë 11 dhjetor të vitit 2025 ka marrë akt vendim dhe ka refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësit, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Agjencia për Investime dhe për Krahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë, ndërsa akt vendimi I gjykatës themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative I datës 17 nëntor 2025 është vërtetuar. Pra gjykata e Apelit I ka vërtetuar akt vendimin e gjykatës themelore, ndërsa Minti na ka thonë që ende nuk janë në dieni për këto. Dëgjoni çka kam folur me ushtruesin e detyrës të drejtorit të përgjithshëm të KIES-as, qësaj agjencisë. Unë pres vendimin e gjykatës dhe asnjë informacion nuk e ndoj me ju vetëm për një argument. Se po shpifni dhe po shpekulloni edhe po mashtroni. Pra asnjë informacion I juaj nuk ka qenë I saktë. Zoti Dedaj, vendimi I APK-s, vendimi I shkallës parë gjykatës edhe Apeli e ka vërtetuar. Unë ty të përgjigjem vetëm kur ta marr vendimin final të gjykatës edhe ka lësh. Ka ardhur vendimi I gjykatës të Apelit. Pra zoti Dedaj është më thonë se na jena tu spekulu, jena tu shpif, në fakt përgjigjja e gjykatës për neve na thotë që vendimi ekziston. Pse nuk është marrë në ministri, nuk e dim, na kemi kontaktuar edhe sekretarin, ushtruesin e detyrës sekretarit, edhe ushtruesin e detyrës të drejtoreshës udhëheqëses të zyrës ligjore në Ministrinë e Tregtisë. Asnjëri prej tyre nuk na ka konfirmuar se ka marrë vendimin e gjykatës. Qysh është e mundur që vendimi I gjykatës të Apelit nuk ka mbri ende në Ministrinë e Tregtisë? Ato vendimet e gjykatës shkojnë me post, na I kemi dërguar edhe pyetje edhe në gjykatë vetëm me sharu kështu. Pse nuk ka shkuar ky vendim, pse nuk janë të edit ata dhe janë të vepruar kundërligjshëm. Nuk mundën vendimet e gjykatës në një institucion në Kosovë më u vënu më shumë se një muj. Ose është diçka gabim I postës, ose dikush ka me sharu këtë çështje. Mos harroni, deri më tash, që ky vendimi I Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit duhet me nejt në fuqi. Pra, duhet me u anulu që kjo kontrata rreth 8 milion euro vlerë. Që kjo projekti ndërtimi infrastrukturës për parkun industrial 2, parku I përgjithshëm në Drenas, ky tender duhet me u anulu dhe me u respektu vendimi I Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Na kemi me vazhdu me raportu rreth këtij tenderit. Gjykata ka me dhënë sharimin për media dhe kemi me publiku prap. Nëse keni dyshime për përdorime të tilla prej institucioneve ose që ju ka bën një padrejtësi juve si kompani ose biznes në për tendera publik, atëherë na kontaktoni ose te Gazeta Nacionale ose Oqean Ndërmaku, mundeni me më gjetë në të gjitha platformat edhe rrjetet sociale. Tash storin e dëgjove, domethënë çka ke përgjigjja e Zef Dedajt, e dëgjove sa në fillim, akuzat që I thot ndaj neve për raportimet e mëhershme, kur gjë kërkujt. Edhe me 17-11 u mor çaj vendimi themelor, që se kanë video, Apeli e kthen me 11-12 2025. Domethënë 11 dhjetor. Po merr vendim edhe lën në fuqi vendimin e shkallës parë. Edhe refuzon kërkesën e ministrisë. Pra, që vendimi final është ky I Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit që ka kështu edhe që duhet me u... Po, çaja mbetet. A vjen domethënë se s'ka vendim të ri gjykatës, edhe mbetet në fuqi se ajo duhet mu anulu tenderit 8 milion. Tash çështja është kështu. Mu zoti Dedaj më thotë në telefon këtu na nuk kena pranuar asnjë vendim. Edhe në RTK ka deklaruar që bile unë e respektoj çdo vendim gjykatës së krejt. Për fat të mirë, domethënë me datë 14 janar, Ministria e Tregtisë e kishte pranuar vendimin e Apelit. Ju ka shku ministrisë. Tash, është çështje ditësh që këta duhet me refuzu. I kom dërguar edhe SMS zotit Dedaj, edhe kom e provu me thirrë edhe Rozeta Ajdarin. A keni me marrë vendime me respektu vendimin e gjykatës? Nëse kanë çfarë është. Po, jo, këta edhe vazhdojnë. Apo den tash se ki raste. Okej, se ti kemë përcjell këtë temp, po arsyetimi vetëm diçka deshta Orbën Munal. Keni diçka e çuditshme. Me 22 dhjetor vendimi I Apelit I shkon Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Ndërsa te Ministria e Tregtisë mbrin me 14 janar. Domethënë mas një muaj që u mor vendimi. 23-4 ditë. Po, tash brenda këtyre datave, me sa kam raportu, edhe prej vendimit të APK-s ka pas ekzekutimet pagesave, 300.000, 100.000. Po ndërkohë, sa s'ka shku vendimi? Po, Ministria e ka shku domethënë pare kompanisë. Edhe pse ka qenë vendimi I Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Po. Edhe për çata këta kanë lyp masën e përkohshme në fakt. Po, kuptoj. Tash, çështja domethënë problematika më e madhe është
Çka u burë më vënu ka shumë. Gjykata e apelit është në Ajvali. Do më thonë na shkojna, i ndjekum këtu. Mindi, Ministria e Tregtisë është përballë e Uleksit. Për çka është rruga B, unë jetoj sa të afër, 20 minuta na shta bën kam prej gjykatës me ardhë deri te Mindi. Kur flasim për shikues kështu për një vendim gjykate, për mosbatim, për kur ju ka shku vendimi në zyre kështu, duket pak si një farë teori abstrakte se çush po komunikoj kanë institucionet mes vete kështu, edhe nuk kuptohet, unë kom punu vetë në gjykate, e din çan, edhe kom shkru vetë, shkruar për Ramadani, kom shkru ftesa, kom shkru qëse porosia me poste e tjere, po e di që shkojnë. Pra është punë operacionale teknike, se cilin mundi me paramendu. Kur e bën një vendim gjykata apelit në këtë rast vendus, edhe duhet më shku institucioneve të cilat i prek, institucioneve mintit këtë rast, ministrisë edhe agjencisë për parandalimin e korrupsionit. Tashti, rrethon ato objektive janë çatu që janë, si më thonë, nuk ka këtu diçka në farë fantashkence. Nëse gjykata e apelit, gjykata është qëtu në Hajvali, edhe minti është atje te Euleksi, këtu veç duhet një postier me kopë me quletrën. Ati mos menoni që ka në farë, po ku me ditë kështu e afati... Ka shku procedura, se qëra unë kom e ullëmtu... Jeri këtu mëne ditën okej, një ditë që nuk ju ka shku ditën e parë, dytë, se ka që jena i postieri, i zonë me ftesat që në porosit maharet e kështu, por një muj, e diçka për një çështje e kaq ndjeshme për pare të buxhetit shtetëror që jipën. Ndërkohë, si ka shku ftesa, çu si ka shku ftesa. Adin çka sudesmi, shkruaj tani avokatit, cilin e kam taku në gjykatë, në disa store që kena shumë ndjek. Po ma më pas ka shku ftesa, okej, vazhde. Çka ke rëndësishme, shkruaj tani avokatit, tash më fal, tash është normale, adin. Ftesa vendimi, po. Vonesa, a është normale, domethënë ajo ndodh shpesh, tha po më tha kemi problem që një kohë gjata me vonesa. Domethënë ky është problem që e kishin edhe avokatat. Mos është mirë që janë me kontraktu gjykata këtë vulltin. Se se dhja kena drejt me bërë reklon, po i qojnë shpejta i bin. Ma shpejt se sa si ta, 1.000.000%. Do më thonë atin... Se qështi e ke vanu vendimin me qute institucioni përkatës, institucioni përkatës po të sekon vendimin edhe kënej po pagesat po kryhen ndërkohë. Po dhe, që ndodhë me si to? Atin se ti prap duesh me qusi që është një gjykat, edhe do më thonë më bu një qështje e re, sepse Ministria ka vendus mos me respektu vendimin e agjencisë për panatalimin. Me gjost ka me qenë objekt i kontestit të arshëm që ka qenë i parë Ama tash, qëre, qështja është kështu, e para punës, na mujna, apëshe, e reklamujna qështu na i vald, na i zështu, kur posta nuk krymë puna, din. Unë ka me hullumtu edhe si qështje me shku deri në fund. Nëse posta e Kosovës i krynë qëtu shërbime, atëhere, qka bëhet me vendimet e gjykatës, qysh nuk i shkon ministrisë, jo në njerit. Do më thonë se na shta shkën të shpia, qëra unë e di si procedurë që kur të vjen dikush abdin, ta bjen një vendim, do është me dalë me në shkru, ose familjare, ose diska. A njerë jo nuk ka qenë atë adresa, jo nuk ka qenë njeri ju ashtu, po institucioni këtë rast ka përgjith se të prit, gjithmonë është atë. Normal, është zyra ligjore, është sekretari, është do më thonë, krejt i kom thirë me 14-in, fix në datën kër e kam pranu, do më thonë vendimin, e kom thirë ushtrusin e detyres sekretarit ministrisë, e kom thirë drejtusin e zyres ligjore, departamentit zyres ligjore, Ministri Tregtisë, krejt më thëshin jo nuk e dim, sekretari më tha, nëse u qupi gjykatës, nëse u marë vendimi që atër, me siguri ka ardhë. Në fakt isha ardhë, do më thonë gjykata e apelit, po thëtë që me të 14-in e kam pranu. Tash te kam pranu. Dikush a është të manipulu mu, a kanë thonë hajtë. Po, ana premtënë që janë për javën tjetër me zborë. Po. Kjo ka me pas përfundimisht, dhe më thonë një përfundim, kështu edhe ka mu zbulu sakt që ka ndodhë, pse vonohet një mujtë. Okej, veç dhjetë që në ta përmenë javën tjetër, edhe nëse se ke krysi. Përmene. Okej, the që tu ke qështja, kontesti edhe ke që kjo farë tenderi i kojnë 8 milion euro. 8 milion, po. Mirë po, që nuk e diti a e din që 8 milion euro të sodit nuk janë 8 milion euro të para një 3-4 vjetë. Jënë pak ma pak. Se kemi inflacionës janë. Okej. Kjo i ka marrë 8 milion në fund vitit kalum. Kjo mirë. Pa edhe vitin e kalum i akon nga inflacioni, nga akon bagi. Që i kemi na një 2 kolegë, që të në redaksit e nacionalës, që në shumë të zëtë. Njoni për ty në është Gjezair Doshi, edhe tjetëri është Flakon Demoku. E kjo është Flakon Demoku, kësë është Dërmoku. Kësë është Dërmoku, Flakon Demoku, po ti dojna... Drenic. Po.
Flakon Demoku është gazetar i ekonomisë, Gjezair Doshi, po ashtu gazetar i politikës, edhe këta të dy kanë një bagi nostalgjik, kështu. Flasim për periudhën e kaluar se si ka qenë. Ta ishin e irrituar me si çështën e inflacionit. Domethënë ditë bëjshin fore, tu thanë te kaca, te arka kur po shkojnë ato në shitore, tha si fatura, tha sikur numra telefonit, atë çast shtrejt që po bëhen, atë. Nëse qa është inflacioni? Qa inflacion, qa është inflacion? Qëta ma të regajshin mu, do më thonë, këta i thash mas miri bën një video, ja shpjegojnë edhe publikut edhe... Mos di qa ma përmeni gjithë, thaj, jem kumhin, tha në 3 për ha përmeni, kërë kom vinstoni, tha 90 centës, di qaj e përmeni. Për një me nostalgjik, atë ndjekim storin edhe mas miri e shojmë. E ndjekim storin e Gjezair Doshit dhe Flakon Demoku. Demoku. Të nderuar shikues të Nacionales, unë jam Gjezair Doshi dhe jam këtu bashkë me kolegun tim gazetar në ekonomisë Flakon Demokun. Sonde kemi me fol për një temë që në dëgjimin të parë është pothuajse as pak tërheqëse, nuk gufon lajka dhe as nuk është e ndashme për klipa të shkurt në TikTok me u denë çat dopaminën e shpërqendruese të scroll pas scrollit. Tema është inflacioni. Ose më mirë mi thonë kështu, grymja e parës. Për me shtru mas leti është a ju kujtuhen kur 1 euro janë konë 1 euro. Që kjo është inflacioni ose nështë mu i me qujtë edhe nostalgji. Ju mundi me thonë 5 pare nuk i japi për këtë punë, për ta deni që edhe kjo frazë ka pësu inflacion. Se nëse dikur i ke thonë 5 pare për një punë, sot nëse i jep duhet mi thonë 10. Kështu që nështë ma mirë është mësë mi thonë heqë. Për një qethme të flokëve të 3 euro e gjysve, që sot e pagun 5, që i preshe për 1 gjys, tash jetë të inflacioni. Qështu inflacionit bën historian të çmimeve. Në kopsh panaj zanat, sot për shpallim si lëmi 3 historianit çmimeve. Flakon për me shtru që temë, sa pare më duhen mu sot, për me ble me 100 euro, sa unë i këm ble 2019 me 100 euro. Po. Në terma nominal, kartmoneda që po e shihni është absolute. Numri shkon në 100 edhe bonka e një për 100. Por në anatominë e ekonomisë reale, nominalja është shpesh një lloj iluzioni optik. Për shembull, zoti Albin Kurti flet për shifrat buxhetit, hyrave vetëm nominalisht, pa i deflatuar me inflacion. Së pari, kam kënaqësinë t'ju njoftoj që është buxhet në vlerë prej 4 miliard euro. Kështu krijohet përshtypja e rritjes së madhe, edhe kur fuqia reale nuk e përcjell njësoj. E vetmja e vërtet, e panegociueshme në kontekstin që po flasim është fuqia blerëse. Grafiku që e kemi përpara na ekspozon gryerjen e fuqisë blerëse, apo për ta thjeshtuar edhe më tej, na tregon se me 100 euro nuk mundemi me blet në njëjtën sasi produktësh që kemi bler më herët. Çysh ndodh kjo? Fenomeni nuk është zhdukja e paros nga llogaria, por avullimi i vlerës nga paroja. Pyetja thelbësore nuk është se sa keni në xhep, por se sa peshon ajo paron në treg sot, e krahasuar me dje, natyrisht. Nëse në vitin 2019 kjo letër, pra ose 100 euro, ka përfaqësuar sovranitet blerës prej asoj vlere, duke indeksuar me inflacion, vlera reale e saj me euro 2019-s është reduktuar në rreth 78 euro. Dhe për t'ju përgjigjur sakt pyetjes tonde, matematika e këtij vlerësimit është kësaj për shembull. Për të mbushur atë shport që me 2019 e pagunit 100 euro, në fund 2025-s ju duhen parapërsisht 128 euro. Do më thonë, une, nëse e kom pas frogën 750 euro në 2020-ën, e sot e kom 1000, i bjen që unë jam në vend. Do më thonë, une punoj, prodhoj, shkyna, avancoj, për me mujt me mri me najt në vend. Nëse kalkulojmë inflacionin kumulativ nga 2021 deri në fund të vitit 2025, shifra, pra gjithnjë inflacionit kumulativ po flasim, arrin në rreth 28.8%. Çka i bie kjo? Kjo i bie nëse rroga jote nominale në vitin 2025 është rrit afërsisht sa ky inflacion. Atëherë ke parafërsisht njëjtën fuqi blerëse që kishte Gjezairi në vitin 2021. Paradoksi është kë. Letëri teknikisht më i pasur, por në market mundesh me qenë realisht më i dobët nëse rritja e rrogës se ka kalu inflacionin. Pra, në shumë raste, rritjen ta ka azgjësu inflacioni.
të asqaroj me te se qysh ndodhi kjo në 5 vitet e fundit dhe pse situata është më e rëndë për shtresat e cenueshme të shoqërisë se sa numrat që i përmendëm deri tash. Ta morëm vitin 2022, ku Kosova përjetoi inflacion pothuajse rekord. Mesatorja vjetore u ndal vetëm në 11.6%. E mesatorja në këtë rast është streha e një lloj iluzioni statistikor. Pse? Shporta familjeve s'është e njëjtë, këto e dim gjithë. Dikush e ka 70% buxhetin në ushqim, energji, dikush e ka në shërbime në luks. Prandaj, mesatorja stregon inflacionin që e përjeton secili. Këtu tash e kemi këto çka e quajmë ndarje sociale. Nëse rroga jote shkon krejt për vaj, miell e rrym, inflacioni personal nuk është 11% apo 28% kumulativ në 5 vjet, por shumë herë më i lartë. Kjo asimetri bën që barra me ra disproporcionalisht, pra mbi shtresat e ulta dhe të mesme. Për me konkretizu, hidhin në sy tabeles që e keni përpara. Këta janë numra abstrakt, por artikuj që ju i prekni çdo ditë në raftet e marketeve. Veç një disclaimer i vogël, çka po shihni është veç një snapshot i krahasimit dhjetor 2024 me dhjetor 2025. Në kumulativën 4 vjeçare, shtrejtimet na dolin aq agresive e depresive, sa që grafiku do dukuj më shumë si gabim teknik se sa si realitet ekonomik. Atëra flakon veç për me nxjerr kontrastin në kuptimin e saj më, do me thënë s'pe këshyrëm një komunikat vetëvendosës në vitin 2019, kur për inflacion 3.6% kur rritet buka, vaja dhe qumshti, ata thrasin seancë të jashtëzakonshme që kjo temë që po ngritëm sot, vetëvendosja ka thirr konferencat pafund të jashtëzakonshme e seancë të jashtëzakonshme për me ngritë si çështje që xhepi i qytetarit është ka gryhet. TVSH-ja bëhet zero për gjërat elementare ushqimore dhe buka me lëvizjen vetëvendosën qeverisje nga 36 cent, që është mesatarja e çmimeve për muajin shkurt vitit 2014, bëhet 31 cent. Sheqeri nga 72 cent kilogrami bëhet 62 cent. Qumshti nga 91 cent mesatarisht bëhet në 78 cent. Vaji nga 1,23 cent bëhet 1,06 cent, sepse ne duam që nevojave elementare t'u heqim TVSH-n dhe t'i lirojmë, ndërkaq luksi që i korrespondon regjistrit të dëshirave, ai të shtrejtohet. Atar, është një kundërthanie që thjesht ngulfat, edhe po e shtroj kështu me shpresën që kuptimi i saj më u zhvesh më mirë. E ke një ninull ekonomike, qeveritare, që ta përkun menën, ose themi ashtu menimin kritik, koma që e luhat që të djep të ninullës ekonomike, është ministri i pareve magjike ose në fakt se i bazi statistikave e Kuran Murati. Tash, puna e gazetarit nuk është mi pranu sanat që shtojnë at face value, që ashtu që shjën thonë, po me gërmu, me kërku, me kontrolu, me peshu, me verifiku, dhe pastaj, që që themi ne e vërteta në përkuvizimin klasik të fjales është një farë korespondence me faktet. Pra, është rezultati shti vojazhit të kërkimit vërtetës. Po e shtrej kështu si pyetje. Qa banë që kjo një nulla ekonomike, që këtë tregimi grandios i qytetarëve që s'kan pas kur më shumë pare, që ti bumit ekonomik e tjera, qa banë kjo kur në qatë dhëmë hinë edhe faktet? Qa ju thutë? A ju thu fakteve, ju faktet jeni me Serbin? Që diçka që tu është në thelve dhe në temel nga beme. Edhe në shoman që të kuptimin që është bashkjetojnë që të dy sana me një kryp. Për me kuptu krejt që ka unë mundu me spjegu deri tash, ndoshta nuk na dun as raportet e bankës botërore, fundit monetar, e nashta as agjencisë statistikave, e pasyra e saktë e mjerimit gjendet pikrisht në Facebookun e vetë zotit e Kuran Murati. Që ka na thonë postimet e tij? Për shembull, në vitin 2024, Murati u morë se po subvencionon të rrymen për 72.000 familje që i plotësonin kriteret. Një vit më pas, pra në vitin e kaluar, vetë Murati njoftoi se numri i familjeve është rritur në 90.000 familje përfituese. Tash bëja matematikën. 90.000 familje, duke përllogaritur me mesatarin e familjes në Kosovë, që konsiderohet të jetë rreth 4.3 anëtar, na dalin gati 400.000 njerëz. Në bazë të cenzusit fundit, pra të matjes popullsisë, kjo i bie rreth 25% e popullsisë e Kosovës, ose çdo i katërt njeri që është në rrugë. Varet nga subvencionimi i shtetit për të mos mbetur në terr në ftoft.
Për këtë temë, në fakt e kemi pyetur edhe Dardan Sidiun, i cili është përveç se një ekonomist i zhdërvjellët edhe njërës i mirë e realitetit politik në vend, që me na e zgjidh që tension se qysh bashkëjetojnë çdo dy tregime në një kokë e dhuhen për një gojë. Atëherë zoti Sidiu, e kemi një tension inherent, një kundërthonje që pisket këtu kur flasim për një boom ekonomik, një rritje të paprecedent, më e madhe janë rajone 2 e 3 në botë, që qytetarët kur më shumë s'kanë pas pare në fjalët e një zëvendës ministre, edhe një postim të zotit Veguran Murati, ku ai lajmëron 90.000 familje të cenushme, të cilave duhet m'jau pagu një sanaq bazik, ose m'jau subvencionu një sanaq elementar si fatura e rrymës. Do të thonë, qysh bashkjetojnë që ta, qysh mu m'jau ekstraktu një të vërtet, nëse ka në të, që të në dy qëndrimeve mutually exclusive, që e përjashtojnë njëna tjetër. E mira në këtë është që e ka thonë njëjti njeri. Kjo është e mira, e para. Do me thonë, nuk jemi të folë për numrat të cilat nuk i lexojmë për të njëjtit njeri. I njëjti njeri flet për begati dhe i njëjti njeri flet për varfri. Sepse kur themi që rreth 90.000 familje, apo 90.000 familje, numra zyrtar, janë përkrahje të shtetit gjatë sezonës dimrit, pra vetëm për dimër. Po themi që rreth 400.000 qytetar nuk kanë mundësi me ngroh shtëpinë e tyre. Tash, këto nuk rrin njëna me tjetrën, si me thonë me shpjegu pak më ndryshe, këto janë dy njerëz që veç korridorin e kanë përbashkët. Domethënë njëjtin korridor e kalojnë, korridori jo Republika, ta kalojnë për të njëjtin korridor, po i kanë dy realitete ndryshme. Realiteti i Kuranit, cili grafikon në Excel del më bukur, dhe realiteti familjes, pra 400.000 qytetarëve, 90.000 familjeve, po jo vetëm këtyre, po edhe atyre që janë në situata edhe më të vështira. E përmenda më herët janë disa numra që therin, nuk është veç ky 90.000. Janë disa numra tjerë që therin, për shembull pjesëmarrja e grave në treg të punës. Më pastaj sa familje në Kosovë kanë mundësi me pas qasje në ushqim i cili ju duhet. Pra vetëm çdo e treta 44% e familje në Kosovë mundën 3 herë në javë me marr mish, pul, peshk apo çfarë do lloj mishi tjetër. Dhe kur i shohim këta numra, këtë begatinë e madhe që e prezanton zoti Murati, dhe këta numra, atëherë e kemi një problem të madh. E kemi një problem që unë besoj ka të bëjë me, si me thonë, një lloj distance kogja serioze prej zotit Murati, qeverisë dhe realitetit në shtëpi. Edhe kjo ndodh për dy arsye. E para, ka të bëjë me faktin se qyshe përjetojmë politikën, pra politikën tashmo po e përjetojmë veç në ekran, në scroll, përderisa edhe ne si qytetar, përderisa jeta është shumë larg scrollit. Është domethënë kjo bota e familjes, kjo bota e secilit prej neve, që kemi disa gjëra elementare që domethënë po kemi problem. Në këtë dimër, për shembull, në një numër të madh familjeve, nëse bëjmë anketë, dimrin tjetër keni me pa, keni me kuptu që varfënia energjetike, pra një dhomë më pak ngrohet, është rrit. Pra shumë familje në Kosovë sot në këtë dimër ngrohin më pak se që kanë ngrohë dimrin e kaluar. Për me zbërthy halama shumë nëse veç muna, ose për me thonë halama trëq, po besoj që jemi duke e kalu një fazë të ku kemi përfundu në tifozllak e jo në, si me thonë, jo në kërkes. Nëse inflacionin e ka fry xhepin e gry frigoriferin, edhe ne këtu po bohëm ankus profesional, që shumë po të shkapemi nga një e kalume nostalgjike ku gjithçka ka qenë mirë, lire, pralla, shkallë, dukatin ballë, atëherë kallëzëm pse ASK-ja e gjenë që një shpenzim i papritur për 100 eurove, shtetari mesatar të Kosovës thjesht të çet për sistemin dhe nuk mundet me përballu. A duhet mirash të prallë shkallë, dukatin ballë, për shembull? Vetë raportet e Bankës Botërore, Fundit Monetar Ndërkombëtar na kanë theksuar në vazhdimsi se sa të cenueshme kanë qenë shtresat e shoqënisë me të ardhurna më të ulta në të periudhë. Dhe madje Banka Botërore në një raport të vitit 2022, nëse s'gaboj ka qenë viti, ja kritikonte skemat sociale të qeverisë si të pamjaftueshme dhe thoshte që zgjidhja me këtë lloj strategjie është shumë e kufizuar. Sipas një ankete cilës ju referove mbi të ardhurat të kushtet e jetesës, në vitin 2022 të ASK-s, rreth 43.4% e ekonomive familjare nuk kanë gjendje të përballojnë një shpenzim të papritur
prej 100 euro, natyrisht për burimeve tyne vetanoke. Asë kë ka bërë një jetë në anketë në vitin 2024, që ka ndodhë, vetë se këtë herë pyetja ka qenë me 200 euro. Plot 48%, pra praktikisht gjysma ata anketuar janë përgjigjë që nuk munden me përballu një shpenzim pa pritur prej 200 euro, normal duke paguar me burime vetanoke. Po ngojmë edhe për këto, se çka ka thonë Dardani. Nuk jem të e pa, unë besoj arsyetimin, tregimin. Tregimi kompletohet kur e kuptojmë që Zoti Kurti dhe qeveria këtë situatë mundohet mja mvesh të kalumës. Pra, krejt diskursi, krejt narrativi, krejt PR-i, është që faji është i atyre. Dhe 6 vitet e mia janë të pamjaftueshme, por për këto 6 vitet mia, kjo është begatia. Po tash edhe këto kur i qërojmë, themi si qefën, dalim të do numra që janë traumatik. 44.6% e qytetarëve të Republikës Kosovës, këstin e kredis, pagesën e borxhit që e kanë në Star Kartel, apo në kredit kartel, e kanë lak rreth ty fytit. Është një problem serios për ta për memri. 200 euro, ky testi i varfris, 200 euro me arë një shpenzim i papritum prej 200 eurove një familje në Kosovë, rreth 40% e tyre nuk kanë mundësi me trajtua 200 euro. 48% nëse i referohet shifrave të Pra, afër gjysma e popullatës të Republikës së Kosovës, nëse pa hiri ndodh një urgjencë në familje, e që duhen 200 euro, nuk i kanë. Ky është, si me thonë, ky hendeku, ose ky testi i varfnis. Pra, 200 euro, ekziston edhe një studim tjetër, me 100 euro, që është shoku i parë. Kurti vazhdimisht ka fol për buxhet, rritjet buxhetit, rritjet të hyra, po zakonisht ka fol me numra nominal. Po. Pra, e këtu, nështë ta mundesh me nasaru pak se Nuk e bën ajustimin për inflacion. Po. Kjo është e para. Pra ai kur tregon numra pa i fut disa elemente që janë të rëndësishme. Elementi më i rëndësishëm në Kosovë për momentin është inflacioni. Pra nëse nuk e kalibron, themi, rritjet enorme të çmimeve, pra inflacion kemi pas. Flet me numra nominal për faktin që në momentin që i fut, ju plug-in numrat real, e që në vete kanë edhe inflacionin, e duke e pas parasysh në Kosovë, në 5-6 vitet e fundit inflacioni, për shkak strukturës ekonomike që kemi, mënyrës se si shëshrojmë ekonominë, qysh veprojmë, qysh ndërveprojmë me tregjet jashtë, inflacioni është i madh. A e dini që sot në barnatore ka mungesë të barnave, të cilat janë të domosdoshme për shkak se është vendosur një çmim tavan. Edhe është liru në çmim? Çmimet nuk janë liru, po barna ka mungesë. Barna të cilat pasoja e tavanit. Nuk bëhet kjo zgjidhje. Kjo zgjidhje një dikujt i cili pritan. Zoti Kurti ju tregu për tac. Sa i përket politikave në ekonomi, në industrializim, në tregti. Zgjidhja është tjetër. Kanceri ekonomik i vendit është disbalanci tregtar. Përderisa nuk e kuptojmë që kemi nevojë me trajtu temën e, si me thonë, këtyre hyrave dhe daljeve të madhit. Po, 2025 kemi rreth 7 miliard euro. 7 miliard euro disbalanci. Rreth 700 milion eksport që ka rënë janë fakt në krahasim me vitin para prak. Domthonë ky është kanceri i ekonomisë. Tash ti vendos tavan. E vendos tavanin. Dhe nëse, si me thonë, prej 10 produkteve në raft janë import, dhe nëse ki vendos tavan, me çka kemi zavendësu? Thjesht distributori thot nuk kam hesap me shti këtë produkt, tash ti një produkt me ma pak cilësi, me ma pak kontroll, me çmim ma tult, ti po e merr produktin ndoshta. Me çmim i cili e prek ose është afër tavanit, po cilësinë që e merr, llojin e produktit që e merr, okay tjetër. Domethënë edhe çmimin që ja kanë dhënë Recep Çusi masim shteti vetë vendosur që në zgjedhje 10.000 euro nuk ja pas kanë indeksuar me inflacion, domethënë 7.500 euro realisht pe kur u themeluaj çmim pe kujtim shalës, që Çusja pas ka arsye të mjaftueshme me u nervozu që sunegzova 10.000 si 10.000. Okej, stop paka shumë e kuptut, do më thonë që kanë thonë Xheza dhe Flakoni në mënu në gjuhën më të thjesht, nëse se kuptoni se ta është, do të mi thonë këtyne thjeshtën e hala. Ja, halos. Së mundën me shumë ma poshtë. Tash, çështja është këtu Arbër. Shumë nostalgjik ta djem, shumë nostalgjik. Nostalgjik janë edhe këta. Ka politika? Po. Kush është nostalgjik? Se di që ke lidhja demokratike e Kosovës sa është bën. E kam një problem, Arbër. Hajde. Qërë? I swear to God, të njëtën. Që kom dosht me shtin emision që të punën e LDK-s, po... Hajde të njëtën, po vazhdo. Ja, kom dosht. Okej. Kom dosht të njëtën, do më thonë unë kom punu, s'po di që me thonë. Arbër kom qef mi kry punë
ti më ke thonë për emisiona, po, unë veç thëmë po edhe kryet, mo po metet, apo Nësë të më kallu që ju shtrus detyre për nejsi. Po, shtrus detyre. Unë se më ditë as që ti e u dë. Adin keti shumë tonë, sta kameramona jenë, keti më mdokën me neve jenë. U dë, çështja është këtu arbe, pej që e mojnë mend, domethënë, unë nuk përcjell politikë mas shumë tim botë. Domethënë, unë përcjell mas shumë tim. Po, unë përcjell çfarë çështjet, sa të ka korrupsion, si farë krim që bujnë institucione si jam shefin kapak, si farë. E çfarë do të thonë për LDK-n, hajde. Unë do të thonë tim. Hajde. Unë s'kisha mujt, domethënë, me zgat, çika zgat pej që i mojnë mend, çdo kuvend që bëhet arbër diçka mesin si mas 7 saat. Shumë, folin mëre? Nuk e di. Unë e menaj, më falë. Dhe unë e menaj që ti hen me Ja, je kam shtika LDK, unë s'doshta me po në emision LDK. Se po nervozohet njeri, Ljomiri po nervozohet. O, ty s'dosh. A Ljomiri. Unë me ti që bëhet nervoz, Ljomiri e vazhdojnë Alona. Do më thonë se shtina as marketingun asen. Nga çështja është do më thonë që shto. Para më ti hen në kuvend, edhe unë menaj që ti i ki 2 çështje. Hej, unë po dha dorëheqje, edhe unë s'po dha dorëheqje. Dalin votim, çaj durt, vazhdojnë përpara këta, tu himrana, më falë për gazetorin, a keni me votu pru nësa e paraset, haqë mas nej. Qa kamër e burë mrena kuvendit. A du nejtin 6 orë njëri. 6 orë, apo e si të buk nej kush, a shena i kush nej këndu i me pizza mrena. Ajse më shtinën që ti, ma pëngojmë që ata ushtusit detyrës, kryetorit të dëkës. Edhe kjo ku ka ute. Ta ndjekim atë i zhikon. Hajde. Siç ju kam njoftuar në mbrëmjen e datës 28 dhjetor të vitit 2025, edhe sonte njoftoj se në konsultim me bashkëpunëtorët e LDK-s, me nënkretarët e partisë, sekretarët, kemi vendosur që të thrasim fillimisht kryesinë e LDK-s, e më pas kryesisë të thrasim dhe kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. E kam obligim moral, e kam obligim politik të sjelljes sime që të marr jo vetëm përgjegjësinë, por të marr dhe shtroj tutje dhe organizimin politik të LDK-s nëpërmjet ofrimit tek kuvendi i LDK-s së dorëheqjes si me sekretari i LDK-s, e më pas kuvendi i LDK-s le të vendos nëpërmjet votës se a pranon apo nuk e pranon këtë dorëheqje. Po ashtu, secili njeri brenda LDK-s ka të drejtën e garantuar që deri atëherë në kuvend të shtroj dhe kandidaturën individuale për krijuën e LDK-s. LDK-ja është unike, është e bashkuar, i shtron çështjet me konsultime të tilla, do t'i formalizoj dhe tutje në organat partijake. Ky është takim jo formal i kryetarit të LDK-s me bashkëpunëtorët e vet. Takimi vetëm formal i LDK-s është ai kryesisë, i cili pritet të ndodhë javën e ardhshme. Pas takimit kryesisë, ndodh kuvendi, janë çështje të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe do trajtohen brenda LDK-s dhe organeve tona partijake. Zotërat Bigjiku, nëse nuk pranohet dorëheqja juaj nga konventa dhe kuvendi i LDK-s, cili do të jetë qëndrimi juaj? Do të vazhdoni të qëndroni në postën e kryetarit apo nuk pranoni që të rikthehen? Në qoftë se kuvendi nuk e pranon dorëheqjen, atëherë detyron me qëndru në pozitën e kryetarit dhe ta kërkon një gjë të tillë, pra është pa përgjegjësi besoj edhe kohës edhe antarësisë edhe besimit që të shmangësh besimit të antarësisë, por kjo është çështje e kuvendit të LDK-s, kjo çështje imja. Unë, si kryetari i LDK-s, kam obligim që të shtroj para antarësisë së LDK-s, para kuvendit të LDK-s, këtë dorëheqje që të hapi rrugë edhe për të tjerë që dëshirojnë të shtrojnë një platformë tjetër. Gjithsesi, çdo vendim që e marrim bashkërisht brenda një shtëpie, gjithë jemi bashkë, gjithë kemi një mision të përbashkët politik dhe kemi obligime të mëdha institucionale që na paraprin me LDK. Në njerë është vendimi i kuvendit të LDK-s, i cili thirrët shpejt dhe organizohet së shpejti me kohë. Zotërit është interesuar për të qenë kundër kandidatit juaj në këtë varë? Përfshirë në kryetarët, të cilët janë pas jush dhe zyrtarët të tjerë. Edhe antarët. A një të interesum, jo s'qenkan, jo, shiqoni, jenë në diskutime të brendshme, jo nuk ishte interesime, por kanë drejt. Secili prej tyre. Secili prej tyre ka drejt dhe vetëm, secili antari i LDK-s ka të drejt të parashtrojë një çështje të tillë dhe të marrë besimin në antarësisë së LDK-s. Natyrisht që këto kandidatura mund të shtrohen në ditët në vijim, nëse ka një çështje të tillë, por fillimisht le të organizojmë kuvendin e LDK-s, le trajtohet dorëheqja ime, e më pas dhe çështje të tjera. Fillimisht kryesia e LDK-s, më pas kryesia bën organizimin e kuvendit.
Që orë për mas pari të më thonë ku ka konë mbledhje nën kryetarëve. Jo e kuvendit. Po se të kuvendit ku ka dhe ma... Unë të poshtë e përzit e pak, po... Ja, shumë pa ishe po më duket, ishë mlejshe, se as ti po më duket pas ke menu e kuvendit, ose që ashtatur. LDK-ja është qaqë burokratike, kështë qaqë ko institucion, bi institucion, që më duket që veç unë e kuptejmë. Do me ta spiku që akon që këta kemë dhe që... Shareve e këtyne se zbesej si kërkush e din që ka zgatë. Unë e di që ka zgatë, se jam kështu manjak i procedurës, se kom punu në gjë që i di që të sene. Qare, këtë takim i LDK-s ka qenë takim i jo se më keshët, ka qenë takim jo formal me nën kryetarët e LDK-s. Jo formal. Ta është të kalzoj më lonë. Takimi jo formal. Jo formal e zashtura. Djelmore. Takim se kuvendi është largë. Ta është të kalzoj kur shkujnë atë kuvendi. Takimi, veç pak. Një takimi jo formal, i cili unë bajt me nën kryetarët. Që në diskutu disa gjëra. Prej këti takimit jo formal, rjedhë mbledhja e kryesisë. Mbledhja, jo të kuvendit i ka dalë. Ka ku? Ta është mbledhja... Kena me shku në zjedhe apete. Mbledhja e kryesisë, të që mbledhja e kryesisë janë dhe njerës tjerë, nuk jo me që në kryetarë. E ta është mbledhja e kryesisë vendos për me mojtë mbledhjen e kuvendit. Mbledhja e kuvendit. E po sa largë. Do shme vrit. Mbledhja e... A kemi mu shkecit fleta? Tu shku të poshtë. Tashti. Qa kam prit njerëzit? Njerëzit kam prit që... Ja, po jone, po kot na pak të izat. Ka të të pak. Njerëzit kam prit që Zotria Abdigjiko e jep dërheqen, se dërheq që është pak. Ta spjegojmë me dërheqen, se dërheqen i ko dy institute. Ta shekoni fletë të rej. Qele fletë. është dërheqja, ves një minut, është dërheqja për shambull nacionale, shkone e thu për parases dërheqen kur që kërkujt, tani është dërheqja LDK-s. Këtu të nëzojnë 2 ditë lindje. Hajde? Dërheqet jenë 2 lojshe. Në mënë është dërheqja e parevokushme. Dërheqja që është dërheqja e parevokushme? Dërheqja e parevokushme është kur ti i thu tjetrit, unë e veç dhvim puna, po kuptën a kërkush me zërës në qënë punë. Po. Në shën letrat dhe thu në zvi asë qatë mbledhin e kryesisë, asë shkëm mbledhin... Asë putu mu taku, asë kurdo. Po zvi o vlo. Hajde me ru me zërë mëjsh. E smën. Edhe ti e le atë punë. Edhe e kemi një parë lojit të dërheqjes, së cila nuk është bash dërheqje, po që e ka emrin do ta paraqes idenë e dërheqjes të mbledhja e kryesisë, që mbledhja e kryesisë me paraqit dërheqjen në mbledhjen e kuvendit, edhe kuvendi me votu se apo ta miratojnë ty dërheqjen. A për kuftën e qajnë? Që së loj dërheqje ka lojnë? Unë e më paskon nëna, ose më paskon nën kryetare. Sa ditën e parë, si kishta naj për parasesën e idenë, i kisha thonë qëre, këtu ka babë, ka idenë. Ja, i gare, pasha zotin, unë jam gjithë pro edhe në kompani private, edhe gjithë punë, unë jam pro me kry punë, zgatë e dorën, po, jo, ani një kontratë letë shkruhet atje, po të qysh apëtin, kurbe nuk mujtë shtu tepër formalisht. Unë e menoj qëre me kanti deputet në e farë parlamenti evropiana në i sen, jenë do farë procedura në i sen. Ti si në kryetarit e një kryetarin. A jenë atë pajtime që ti këtë dështu? Po, jo. Zgatë e dorën, fajnë dire qëmë, delë që këne për mas, një mana ka pak, që pasha zotin është. Zotëria Abdigjiko me gjosë po dënë me u rikonfirmu në kuvend, sepse qëre të ashte mos ta kështu se edhe Abdigjiko me atë sa kam dëgju për takimit, se i kam disa burime, më kanë thonë që zotja Abdigjiko... A dikush është shpionu kështë për i mena, është të qiti... Qërë në këtë institucionet kemë burime. Shpion të epi... Paloj edhe të albini. A i ga, e dim, jo, nësë është të funksionojnë. Dikush tha që zotja Abdigjiko ju ka thonë, për shambull Abdullah Huti edhe Hikmeti Bajrami kanë qenë për me vonë dërheqje të parevokueshme Lumir Abdigjiko. Edhe si pas informacione... Këta e në kanë, okej, Hikmeti Bajrami edhe... I kanë thonë po, edhe Abdullah Huti. I kanë thonë që të parevokueshme. Okej, që me sta dy jo mune, do më thonë më njëm pro. Po, qëra Abdigjiko... Ti rre me këta, me si ta? Jo, nëse me aksionin pa Abdigjiko ju ka thonë, okej, po kush bëhet kryetar? A kandidoni dikush, e me gjosë kërkush s'po dënë me kandidu për kryetar. E ta shohim. Edhe nën kryetarja Hikmeti Bajrami ka dhënë dorëheqje nga posti nën kryetarës,
Dhe tash ta presim mbledhjen e kryesisë, si dhe mbledhjen e kuvendit të LDK-s. Këtu do ta diskutojmë ç'është ndodhur, le të ndodhë, nuk jemi për me Veç një çështje tepër shpejt. Po. Nëse unë du me dhonë ndërhesje... Nëse s'ka për shpejt, në LDK s'ka për shpejt. Po nejse dhe... Ka dal. Nëse unë du me dhonë ndërhesje... Tranquila, po. Nëse unë du me dhonë ndërhesje, tash unë shkrejt e Diteja, Berati, dhe thonë, unë peses i ben, edhe kanë mbledh gazetarët, kameramanat. Me votu. Ja, unë pa i po duhet në sejtë, si Viktori Gavrin. Tash pa në, ti mes me pas sef me vazhdu punën, po ata me thonë, jo, na votojnë apro ti me nejtë. Ti me nejtë, kundër vullnetit të. Po dhe, që kjo është shumë interesant. Edhe gjithashtu ja kësha zgo durën se cilit që e merë guximin në këtë ko me marrë drejtimin në një subjekti politik që ka shumë, atin presioni ka qenë bita, nuk mujna me muhu. Po duhet me marrë dikush guximin, sepse LDK është parti shumë Po dhe për që ata po thom, ja zhas durën atë kuptimin që unë i vlerësej sta persona që rrezikojnë ka pak edhe veten edhe gjithë shka. Po, në momentit që po kalojmë, Lidha Demokratike e Kosovës është parti shumë e rëndësishme, është parti parlamentare me 15 deputet, e cila do të mëtej të rritet sepse, si që dim, pluralizmi, me pas shumë parti, sa më të forta, është më mirë se kemi adresa të ndryshme, nuk është veç një adresë që po dënë me bo kjo qeveria jonë. O qanë, kemi edhe një gjysë emisioni e kemi përpara, po para se me shku të gjysa tjetër, a e ndjekim një blok të marketingut të sponsorëve të emisionit Point of View, POV nacionale, pa cilët nuk bëhet askjo emision. Ta ndjekim një blok të marketingut. Okej, pas marketingut po shkojna mas pare me një historie të burimit, gazetarit Burim Pacolli, cili ka shku të një rrugë këza problematike në Vranidall, që kish pas disa probleme të infrastrukturës, edhe që ka shkaktu vënesat mlaja, kolonat mlaja, për qytetarë që u thojmë prej Podujevës dhe fshatrave tjerë, për në Prishtinë dhe Anasjeltas. Hajde të ndjekim mas pare historin, edhe pas taj kthejemi këtu, besoj që vjen edhe burimi pak në i sharën, ma detajisht që ka ndodhë. Hej, Burim, shpresoj që jeni mirë, po ta dërgoj një video rrugës magjistrale Podujev Prishtinë me pas se çka po ndodh. Pritje tepër të gjata mbin 1 orë në një vend, në vendin Vranidall. Si gjithherë që ke bo punë të mira, po besoj që kam me shqyrtu edhe këtë rast, faleminderit. Na veç ardhëm në Vranidall, qëre do me thonë direkt në automjetin e policisë, qëre sa problematike me kalu kënej, u bloku. Qëre, kolona është tepër e gjatë njerës, edhe autobusi s'ka faj, se s'ka ku shkën. Hajde ma kënej. Tepër problematike, qëre sa shtirë me dollë, para mëna me qenë i fara autoambulance. Këto, do me thonë, krytëzohen disa rrugë, qëre qëfar kolonë është kënej. Bile na thanë që ka ditë që bëhet halo ma keq, halo ma e pakalushme kënej. Qëre, tashti kështu është prej që ka fillu rregullimi i kësaj rrugë rehabilitime, kjo ura për balë, ka fillu me ndërtu, mirë po qysh po e sheni halo, me nëzit dull që tashte. Halo është largë për fundimet, kështu që pritje 1 orë, 2 orë, vazhdimisht ka në këtë rrugë, në bas të asoj që kanë thonë qytetarë, që kanë thonë mesazhe, po edhe jashtë të kamerës, tash kena me intervistu qytetarë tjerë. Sa shpesh ndodhen këto kolonat? Për çdo ditë zotit i kishtë këto kolona. 40 dhe 45 minuta për kalëzën gjinja që i presin kolonë këtu. Këtë shkoku i urët, i rrugës e ti që është prish, s'merë kërkush një farmasë, diçka Ku është prish rruga? Rrugën e ki për 75 shpijat lutë me kje rrugën. Për çdo ditë zotit, çdo ditë e kje qitë kolonë. është merë ku jena të jetuar. Kush nuk merret me këtë farë çështje. Kompania që ka ndresh rrugën u duft me mas pari me sanu pjesën e poshtën e nej, me shtru edhe një shtresë asfalt, e kalon që ashtu është të qitë në mi asfaltet të qitë zhavar. Tash llogaritë çfarë të merret. Gropat janë deri në Që sa është kjo gjendje? Kjo është gjendje rraf që para vitit të ri. Para vitit të ri. Para vitit të ri është kjo gjendje. Okay. Kjo është gjendje të mjerrueshme, të mjerë na ku jena të jetu. Që kjo kolonë është bo ure shajt fshati Vranidall,
gjo që s'ka pas nevoj me maru urë, heq shpej këtu ujtë, dere atje me hek dheun me qelë fshatin, këta ja kanë futur, ne kanë bo 5 metra beton sukur burg të në Siri, në Ukrajin, në burgu në kanë burgos edhe tash ura shajt duhet më prit deri sa të kryet. Sa po është problematike me kalu kënej kur problematike sidomos kjo rruga që shkon për Prishtinë me nxes prej orës 8 deri në orën 12 është katastrofale. Pe këtu ujtë dek te kazarnët e ushtrisë bëhet lug. Edhe nuk e di. Ka sa presin njerëzit këtu? Një kolegi i punës djem ka thonë që jo shtonë në punin e në kondrimin e parë në punojnë Termokas Prishtinë. 3 orë ka bo pej qitujt dek te kam rritë Termokosi. 3 orë? 3 orë ka bo. Që janë 15 minuta, janë pej këtujt e në Prishtinë janë 15 minuta. Në mon, kjo është një katastrofë që se di ashtu interesue Ministrisë Transportit, ajo, qka është ka bo nuk e di. Që sa është që kjo gjendje që shtu që kjo gjendje që ta është viti i dytë, po fillan. Pej që 2 vjetë do më dhonë? Që 2 vjetë që tu janë tu helbë. Kjo firma që është Bageri kompani, pej qitujt që e ka dekte në Lozhan, e ka kry punën e vetë me drita, me gjitha, kjo firma jonë kënenaj, pej këtu i dekte në Leban që e ka, blokat është. Blokat, qka ka bo nuk e di. 2 bagera e parku në rrur, rrin, edhe kërkurgjëjq, si ndërës e kërkujna. Ure shajt. Këto janë pamje nga droni njerëz, nga lartë, po e sheni edhe vetë 10-100 vetura, përesin vazhdimisht këto do me thonë bo qëre kjo kryqje problematik këto, ku bashkohen 3 kyqje janë, 1, 2, 3, edhe këto pastaj rruga shëndrohet vetëm në një kërsi. Qysh po e shene, pastaj pritjet janë super gjata për kejt të përfshim këto, për krejt personat që kalojnë kënej. Qysh po e shene, që kjo urë që halas është përfundu, kjo kish ndimu shumë me zbu trafikon, me frymu ma lërë shumë kjo zonë, këto 3 akse rrugore cilat kyqen në një vend, mirë po ura ko që është fillu, mirë po nuk është përfundu këshëre një knejtash. Absolutisht e të mërshme, do me thonë, në të 2 krahët e urës ku është të ndërtu, kolon e të mërshme, pritje super gjata, mos qofsha në lëkurën e atyne që kalojnë gjdo ditë kënej. Okej, na po i shkrujna që ta shte Ministrit të Infrastrukturës Zëtit Hysen Durmishi, me marrë informata ma shumë, deri sa të kyqna me Durmishin të vinë kontakt, siguroni të Pojegu Brothers me vizitu pojegubrothers.com website-in për ofertat më të mira rreth patundshmëri, qoftë shtëpia, qoftë banesa. Hajde, okej, tash po provojna me kontaktu me Hysen Durmishin, cilin na paraprakisht e kontaktum përmes WhatsApp-it i shkrojtëm, veç si në kalon që po ndodh vazhdimisht, tash po provojna me thirrna e pritëm për një reagim, deri që tash nuk reagoj, tash po e kontaktojna, opa, me kamerë thirra. Halo s'ka i në lidhje, veç calling është të qitë, po e provojmë me thirë me numër tash, zakonisht në WhatsApp lajmërohet, që tash të është të i vota man, që e ma mbylle. Nuk lajmërohet, është hera e 3 apo e 4 që e kontaktojmë, e shkrujmë, jo veç për këtë problematik në fjallë cilën e trajtum sot, mirë po edhe për tema tjera nuk përgjigjet sot i Durmishi, nuk po e kom shumë qartë pse, na po e presim kena mi shkru prap deri sa të marëm një reagim prej ti, për ndryshe unë jam bërën pacolli mos harroni me që ta mërëm gjenin këtë platforma. A pasit pjesën Hysen Durmishi, ministri, nuk ju ka përgjigj burimit në storin e parë. Po. Çështja është i shkruajtur edhe burimit, tash hajde sarane pak më detajisht se me sa e kam kuptuar, çështja ka qenë që në storin e parë nuk i përgjigjet Durmishi, nesërmën del me një reagim
Okej, ministri. Po, edhe pastaj ka shku edhe u sanu ato ushtru dëzhavar, veç për që ta i shkon problemi ma i madh me lecu kolona, Po, se si që pe, do më thonë kam prit njerës derin 3 orë në kolona. Kështu se për ndjekëm storën e dytë, edhe besoj vjen edhe burimin, a i sarëm pak ma detajisht ka ndodhë, pse reagoj durmishe, nuk ju ka përgjiz në telefon që ka ndodhë zakonisht. Shojmë. Apo ju kujtot ferri i trafikut në Vranidëll që gjirova storjen me 13 janar. Që këshyre një pomjet? Çdo ditë kje që të kolon. Është merë ku jena të jetuar. 3 orë ka po pej qitujt dhe këtër në te kam rritë të Rëmëkosi. Pej këtujt dhe në Prishtinë janë 15 minuta. Kolon e të mërshme, pritje super gjata, mos qofsha në lëkurën e atyne që kalojnë çdo ditë knej. Kur provova me kontaktu me ministrin zotin Hisen Durmishi, do me thonë kej paqasqëm në kerejt platformat, si do qoftë ministri ka refuzu me u përgjigj për mu në telefon, me gjithat ka bo një reagim në Facebook ku ndër të tjera është thëtë. Sa i përket bypassit e ura në Vranidëll, si pasojë e reshjeve të shiut janë krijuar disa gropa të cilat kanë ngadalësuar qarkullimin gjatë orëve të pikut, në mëngjes dhe pasdite nga ora 4 deri në ora 6. Megjithatë, komunikacioni nuk është ndërprer në asnjë moment. Në momentin që kam pranuar shqetësimin nga qytetarët, kam dalë menjëherë në terren për të parë nga afër situatën. Domethënë, mase e kena publiku storjen, ministri ka dalë në teren, me njëherë thot kemi ndërhyrë duke i sanuar gropat dhe kemi vendosur makinerit për kacse në teren të cilat do të përcjellin situatën dhe do të ndërhyjnë me njëherë si pas nevojës. Na erdhëm me i po ato ndryshimet që i ka bo dhe për një me, qëre tash, nuk ka fare kolon mo këto, qëre do me thonë, që kjo është pjesa ku ka qenë që e bëj ke kolonën. Bashkë që kjo, krejtësisht ka qenë me gropa këto, që shpesheni është vendos gjavar, ose qka dhe që është vendos këto, mirë po, morali historijës këto është që për që të sen jënë maltretu njerëzit deri të shtash, do me thonë. Për sanimin e disa gropave këto edhe qëreni sa lërë shumë merë frym këto trafiko. Që të jënë bloku njerëzit, normalisht s'kan mujt me qarkullu me shpejtësi të madhe për shkak të gropave, edhe tash qëreni. Që do me thonë që to është një pjesë ku është intervenu me zhavar, edhe qatë që kam jaftu me regullu problemin, plus as nuk është sanu krejtësisht, se aty normalisht do të me u asfaltu, mirë po me një kamionet zhavar është me njanu komplet trafiko në rrugën Prishtinë Podujevë saktësisht në Vranidëll, që këto, sa lërë shumë tash qarkullojnë veturat. Kolon kërka, fantastike, njerëz, mos harroni këtë operimin tem në teren, kur dal e mundëson Pojegu Brothers, kompania e patunqëmërisë ndërtimit, e cila i ka ofertat më të mira në treg rreth patunqëmërisë, siguroni me vizitu të pojegubrothers.com. Unë jam Borim Pacolli me që ta më rëngjeni këtë platforma. Qëre, na erdhe dhe burimi, do më thonë fiks në kohë. Si e zotri Pacolli? Qa u bën? Pacolli? Po mja kanë angë që to drita, po. Shumë drita, shumë, si në ato po kurgjë. Edhe 5 kamermona më rapa. Unë esim ty po kamermona. Ka po bëni? Kështu, zoti Pacolli, dy storjet për rrugën e Vranidollit i kena ndjek, po e kena bërë like, i kena ndjek, po nuk e kuptum çka ndodhi me ministrin, me ç'a ndodhi keq me rrugën fëlqite, Pa numër më kanë shkru qytetarë, do me thonë për qatë aksin rrugor në Vranidëll, aty është tu ndërtu një urë në mes, mirë po punimet kanë stagnu për një kohë shumë gjatë. Ta shka ka ndodhë aty një copë zë rrugës ku bashkohen, do me thonë është këgja e ngusht, është dëmtu jashtëzakonisht shumë edhe që ashtu ka nejtë për disa muj. Ta është një veturat kur kanë ardhë aty e kanë ngadalsu shpejtësin. Edhe sa ma shumë është tu fluksi, është tu do me thonë trafiku edhe pritjet më rapa. Edhe blok aty. Edhe aty do me thonë ka pas kolonat vazhdushme në disa mujt e fundit.
Shkova, e puna reportazhin, ministrin sën e mora, nuk e di pse nuk është të na u përgjigj ministri. Qëta ja thash Arbrit. Kove të fundit nuk është... Nuk ju ka përgjigj, ma herë. U ka shumë i përgjithshëm. Totalisht, prej kur gjë do me thonë, veç ka fillu mos me u përgjigj dhe po është shumë shtirë me morë. Nejse. Tani ki shkru në Facebook. Gjysma të keqlit, po ke kjo masi e posh që ka reagu në Facebook. Në Facebook, Pak të ne kishëm një burim ku mujna me mojt për fjale. Okej, jam edhe kish thonë, po, okej, edhe kish thonë, moje që atës. Hajte, s'ko problem, po. Mos të ndrejtë. Po, ma ne që shtu në tjetë, ma mirë, po. Edhe kish tregu që i kish qitë do foto do me thonë, dhe që e ka vizitu vendin në ngjarjes edhe i ka sanu do gropa, që ato gropa do me thonë një 50 metra, 100 metra, po me zhavar, edhe okej, thash shumë mirë, të paktën e kam tash një deklarat prej ti qoftin direkte që me mojt për fjale. Shkova në sëd, e posh që ish intervenu, po qka është me që deqmi aty do me thonë për gjys kamionete zall, u me që ka a e tregut storjen. Një personazh aty më tha 3 orë, tha ku më prit me shku dhe në Prishtinë për 15 minuta rrugë, para me nëje tash. Krejt ka një kacime pasi stres qashto, fix, e të paktën frymëj ke ma lërshëm aty trafiku. Po sa nu përkosisht? Përkosisht është ajo, nuk është zgjidhja afatgjate, po si do qovë na kena me udok prap tashti, se masi e ku marë, qëre, shtirë është me mbind me orë një herë me këqyrë, derisa shti aty se të i këqyrë... A shtirë është me të bind herën e pora? Tashti si të... Jo, së është shtirë me mbind, po derisa të vjen në rani, për shkak se kom shumë mesazhe të pa hapëna. Ama që të punën e Branidullit mos e konsideroj që e ke kry punën? Jo, po qëre, mas pari nuk i kryo në punt. Jo, po dhe nuk e ke kry raportimin. Po, raportimin, definitivisht, derisa të materializohet, tashti të paktën mujna me mojt për fjale ministrin, se na tha që në pranver, kur ngrohet koha dhe kryohen predispozitat e nevojshme me intervenu aty në infrastruktur, kanë me fillu me kompletu qaturën, se që ajo ka me, tashti na e mojna përgjes në pranver. Edhe na ty në këtë emision të na me të mojt përgjes, a ke shku në... A që të storja në dy? Po, e që të më dyja. Edhe djeshit edhe sot. Okej, përrem, kur na vynë herën tjetër, throsim për apet. Hajde. Thank you. Shihemi. Që kjo pra ke prej burimit Pacollit, i cili ka shku edhe ka raportu 2 herë radhazi, ka me shku besaj edhe 10 herë nësë është nevoja. Partje Zotit. Gjithë, zdeshtëm ja bu fort madhët, unë e menaj, që nuk bëhet kur zë një rrugë do dikush me emru me emrin e ti. Burim Pacolli. Besaj si po. Naj problematik këzat madhe, për shamu mund pat... Burimi ka kriju të ashtë edhe obligime ndaj qytetarëve, ndaj kështë që pishujnë, po ta dini që ka kriju obligime ndaj qëti emisioni, sepse unë edhe qoni kemi me mbojt përgjegjës, për shembull, për këtë rrugën e Branidullit e mërë përgjithësin. Si t'hina në pranverë, na i thonë unë dze koha e agninis me shtru. Valla e thire, edhe që se kryu në kalëzë që se ka kryu, që se jërmune. Kështë që ta keni parasysh mbone përgjegjës, tërë në burimin, se burimi e ka një të mirë që, si me thonë, i shkën çështje vdej në fund, i mbon përgjegjës institucionet, Edhe çështja më kryesore është që burimin s'u ne mashtrojnë, nuk më ne mashtrojnë në atë kuptimin, mi thonë me të 15-in janar, këtë thot në cëllin vit në janar, atë do më thonë deri që tu u pjek. Nuk mundi mi bu kështu dallaver. Dallaver janë të bu, deshta me u lidh me që temën tjetër, janë të orë disa SMS-a orë. Kina me thirë dikon në studio? Jo, tash jam vetë e mojnë. Hajde. Janë dhe SMS-a mashtrus, janë scam që ndryshe, janë të shku qytetarëve, edhe prej kinse, prej policistë Kosovës, prej postës Kosovës, porosia juaj ka ardhur për ditësënit e dhënat që si farsene, një rast që ke do më thonë, SMS-i po vjen këza serios. Do thot edhe ti kur për lexon... A kine SMS? Po, e shfasim do më thonë edhe në pamje, që mësë me shku të store se është pak e zatë edhe thash vese diskutojnë a kështu. Do thot SMS-at janë kështu, janë konstruktiv, do më thonë janë, e kanë një konstrukt dije, do më thonë, keni qa po thuhet, do këtë shumë serioze. Edhe është qa që besushme... E qka thuhet e qenë aty? Po, për shamë atë sigur me thonë, për të marë porosia ju e ka dështuar për shamë prej postës, ose tek me gjoba lidhet e policia. Për shamë një gjobë të papaguar e krejt, për mi përdicu të dhënat, edhe mësë me marë gjobë kishe tjetëra, sa po dione, klikonin këtë link. Në momentin që jenë qatë link, po ta kërkojnë një farë përdicimit dhonave të bankës. Ta shte e shkru në Orbe Ramadani, e shkru në
në cilën bank je, edhe shkruan domethënë numrin e xhiro llogarisë, edhe pinin shiki. Po. E kam. Mirë, a peshe, ti nuk vjen. Okej, e shkruajnë, ta pidhojnë gjitha dhonat edhe kishe për përditësim të dhonave. Në fakt, që të duke e përdur policinë edhe postën, thaja? Po, postën, policinë, bankat, së di, do më thonë, abden, këta qërë qytetarë du të me kuptu hajde po, kalzona pak ma shumë, se unë për një me nuk me di. Po, qytetarë du të me kuptu që asë një link, i cili ju vjen përmes SMS-it, nuk e dërgën as policia, as posta, do më thonë, policia i ka dhonat e juja, e ka numrin e ju i telefonit, edhe me pas një diçka shumë të rëndësishme, e këmë thonë edhe në storje, ju telefonon edhe ju thot paraqitni në stacionin më të afërt ose diçka të tillë. Nuk ju thot policia me mesazh pagu në xhopën. Atë nuk mira, mo çan për shikuesit. A ka një format të çati mesazhi që mundesh me identifiku që është orë si që nuk është i vërtet. Si mund a ke vrejt mangësinë që ato mesazhe, po. Nëse je në iPhone, në Android nuk e di. Nëse je në iPhone në iOS, te mesazhi kur të vjen, nal domethënë të vjen email. Është një email kod. Domethënë duket e dyshim, apo nuk është Çush duket e dyshim? Se të vjen email? Po të vjen mesazhi, vjen përmes një emaili, shfaqet emri i atij personi që të ka çuar mesazh. E çfarë është institucion? Po, është një email. Domethënë tjetër ka një mangësi diçka, numër ose diçka. E dyta është në momentin që e shes atë link, duket i dyshimtar, pra, nuk është link zyrtar. Te edhe me hin të, domethënë nuk duket zyrtar. Se di që kjo është peshëtor që nuk si më thonë për paramendoj dikon që nuk ka kështu raport fort me institucione që e ka një jetë. Normalisht. Ço më thonë, edhe i shkon tash te qytetarët që janë më të shumë, edhe bankat e kanë bërë një farë numri emergjent, e kanë bërë një farë linje emergjente, në mënyrë si me telefonu edhe sa më shpejt me parandalu nëse janë nis me u tërheq parë, sepse pa të rast arbër, keni rastin një gruaje e ka lajmëruar polici që i ka përditësuar dhonat, çdo përmes një linku në mesazh, edhe ja kishin marrë 10.000 euro prej bankës. Edhe shky ke rasti i konfirmum, kështu? Konkret, Po. Edhe ke rasti prej me qësi skeme. Qështu, domethënë ka himi për dicu të dhonat në bank, kështu që atin njëherë për njëherë, ma rëndësishme është me ditë qytetarët. Gjoba s'ka nevojë me pagu online, domethënë përmes SMS-a, shtyjnë e liqeve dyshimta, posta, heq kurrë nuk ju ka çu kërkush. Nëse s'keni porosit, mos menoni që posta ja huqë edhe po thotë e keni harruar dhurata. Dhe ne shkoni e zeni në post, më thjesht, Edhe e treta, domethënë banka nuk të lyp përditësim të dhënave përmes një SMS-i. Nëse keni diçka dyshimt, i thërni bankën, e thërni postën, e thërni policinë, edhe i thonim ka orë një SMS çështu. Po marrin sesh me akerit, sa është mos me klikun çdo linjë hiç. Po mos janë mund çka po më shqetëson, faleminderit shumë për informacionet e keq që i dha, është shumë e rëndësishme, po çan nuk ka të arrestuar për çet puna? Jo, domethënë çore, te pjesa e sulmeve edhe krimeve kibernetike, Kosova ala qëndron pak keq, unë mund vjen keq, na e kena një rini çast shumë përgatitur nga pjesa e sigurisë kibernetike. Domethënë, jam të fol konkretisht për siguri kibernetike, unë i kam trajtuar disa tema që kanë pas çaj natyrë, që ka të bëjë me scam, me çështo online, me hakera, me çështo. Qasë shumë, ko marrë ndihmë prej njerëzve 18 vjeçar, 19 vjeçar, 20 vjeçar, cilët janë profi në këtë farë punë arbër. Nështë nuk kanë nivel shkollimi të krym, nuk kanë diplom, janë pasionant të rinia, fiks. Domethënë adin janë pasionant mas IT-s. Ama në institucione po thuhet që po çalën, Në institucione arbër nuk e di çfarë kanë herë. Sepse çka puna SMS-ve, a është shqetësim që niku, nuk është duket veç ditëve të fundit. Po shkoza më te brekanisja, nuk është i dosh më lidh çdo bre? Po, tash çështja është që Kosovarët, domethënë ka plot që njerëz që vinë në Kosovë edhe për me bërë si scams, bojnë prej komunës Zilanit, Ferizajit, i cilin do farë edhe call centra, edhe që si farë mashtrime që bojnë scams online, që bojnë jashtë vendit. Që i bjenë që për ta është parajs Kosova. Apëdhen ka pas rastet e tilla, janë disa rastet njohura, janë do rastet që njëfën. Dhe po intervenon në FBI? Po, dhe fiks. Tash, zakonisht këtu reagon nëse vjen policia gjermane, ose FBI, ose diçka, ata vinë për interesin e shtetit vetë. Domethënë, e kena pas rastin e 3 kosovarëve që u ekstradun në Amerikë, ata e kanë vjedh të dhënat personale të amerikanëve. Tash, në Kosovë, po vjedhen të dhënat, po
Keq përdoret me SMS-a, me adresat e policisë. Po, domethënë se nuk është dëmi gjithmonë veç paret. Unë ma shumë shqetësona me të vjetë dhonat personale, sepse çaj person. Aprovojmë për javën tjetër, për dilën tjetër me pas një përgjigje për prokurorisë dhe policisë, diku kanë shku. Po, i kam dërgu pyetjet, unë besoj që deri në emisionin tjetër do më thoni kthejnë. Veç me pas pak një ide nëse se arrestojnë, nëse si më thonë nuk bëhet puna për me arrestu ende asë një deri ku kanë mbris, ose a jenë procedurë se do të me informu qytetarët se ka institucione qëto. Normalisht, deri atëherë qytetarët duhet me pas kujdes, me njoftu edhe prindet tyne, zakonisht prind janë ata që nuk i këshyrin shumë këto SMS-a dhe zakonisht panikavën, kanë panik kur shojnë se... Varet çfarë prind, se ta shti prind edhe të rijen, si janë prind si tunë. Po dhe varet, se nuk ka prind i cili nuk ka smartphone hes, adena e ka me pulla, thot me qel, me mshel, mirë është. Mirë jemi. Që kjo, paka shumë. Okej. Tash, ku përdojnë? SMS-at e dyshimte dhe mbesin edhe për të dielën tjetër. Po. Në rregull. Oqan, nëse më lejon, sepse ne e bashkë drejtojmë këtë emision. Po, si UD. Jo nëse jam UD, po okej, e bashkë drejtojmë. A se kiti UD, ha? Okej. Unë jam U. A shkoj me disa prej ngjarjeve më të rëndësishme globale, ndërkombëtare. Okej. Sepse gazetari Berat Buzhola, si që dhe... Jo, Berat është bës. Nuk mujë me thonë unë e do mojnë historien gotit para fundit e këmë shti të Beratit. Unë menua njerë hiq mësë me shti. Po tani e go me historien? Po tani hasha din, shefe sene, dikon dhe të me shti. Unë është mu bu u dë. Po dhe e thash të para fundit. Çështja se na që kemi, si me thonë, pak ma pasion politikën, jemi të e përcjell me vëmendje presidentin e dynjos, presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i cili përveç se shkojnë në Venezuelë, e muri Madurën, e qëjnë burg. E mur kes. Se ke gjithmonë e mur kes. Se të qysh hinë e mur. Kur që kërkujtë sikur me ta dikush në shpitane me ta mshunja. Ja, delta furë, se kes që kanë kopë. I njëjti po synën me morë edhe Grenlandën, por, Republika Islamike e Iranit është duke i pos disa trazira, disa protesta, ku qytetarët e Iranit, një pjesë e tyre, po provojnë me rrëzu regjimin mbi 40 vjeçar të Ajatollahut. E tash Donald Trumpi në një farformë ju ka premtu protestuesve që e keni shëban brapa dhe në momentin që Ajatollahi fillon me vëra qytetar civil, shëba ka me ju përgjigjë dhe ka me ju ndihmu protestuesve. Deri tash, dihet se sistemi Ajatollahut, gjatë këtyre protestave, i ka vëra mbi 400 civil. Po për këtë storje, Holsi ka vënë... Hajt, shkojna në me storjen... Po shkojna me storjen e gazetorit Berat Buzhola. Miliona iranian jënë bashku rreth idesë me rrëzu Pahlavin për pushtetit, duke shpresu që masit arzojnë e vazhdojnë jetën demokratike të Iranit si pas vizionit tënë. Mirë po Ajatollahi Khomeini është koni vetmi që ka pos planet tjera. Si pasoja aty në planeve, sot në Teheran pritet me u ekzekutu qindra 33-ja që po protestojnë prej 28 dhjetorit për me përmbys Republikën Islamike. Presidenti Trump ka kërcënu se nëse bëhen qito ekzekutime, aj edhe Amerika s'kan më nejt dur kryq. Si do që tjetë, hajdet nalmi edhe pak se qka ka ndodhë në Iran para 47 vjetëve edhe pse që ato ngjarje kanë lidhje me qka po ndodhë sët. Khomeini e ka pas kuptu një sen, që tjertë nuk e kanë pas kuptu. Sët që atë sen e qujmë algoritëm. Në vend se me pas televizion e gazeta, Khomeini mesazhin e tij e ka shpërnda me kasetat magnetofonit. Fjalimet e tij janë kopju, janë shpërnda në xhamia, në bazare, në shtëpia, është kon një farlloj rrjeti social analog. Thuhet që në atë pranverë kasetat e Khomeinit janë shpërnda në për mia pikat fshatnave qyteteve të Tiranit. Njerëzit i kanë incizu, i kanë duplifiku, i kanë shpërnda. Bile revista Time,
ka raportu në vitin 1979 se kasetat në Iran po kanë ma shumë rëndësi e po janë ma të fuqishme se gazetat dhe televizionet. Sot është 14 janari e me 16 janar, mas nesër, 1979, Shah Pahlavi ka ikë për Iranit. Me një shkurt, 79, Homeini kthehet për Francës. Turmat e kanë prit Homeinin si çlirimtar. Kthimi i tij në Iran është një prej momenteve më ikonike të shekullit kalum. I barabart ndoshta me revolucionin burgjez francez në shekullin e 18. Ky është momenti kur Homeini e rremben edhe kauzën e qytetarëve, i rremben edhe ondrat e qytetarëve. Ai fillon kadal me përcaktu se çka kanë drejt qytetarët e çka nuk kanë drejt me anru. Homeini, kur filloi me u konsolidu, ju tha iranianëve mos e përdorni më fjalën demokraci sepse është kulturë perëndimore. Në një farë mënyre, ai ju tha atyne, faleminderit shumë që më nimut me rrezu shahun, tash unë i qes do rregullat mia e ju s'keni çare pa i përfill. Që ky është momenti, që ky është çasti kur shumë liberal e kuptuan se revolucioni nuk po shkon qysh ata kanë paramenu. Edhe zyrtarisht, në pranverë të vitit 1979, në një referendum, Irani u shpall Republik Islamike, shtet teokratik. Referendumi kaloi me shumë dyshime e me shumë bojkot për mënyrën qysh u organizu. Po kush për i vetë? Me një fjalë, Homeini ja dha formën e Republikës Iranit e mane për përmbajtje tha ju kallëzoj ma vën. Tash për me kuptu pse Irani nuk është thjesht një Venezuelë me Shami, duhet me kuptu organizimin shiit. Shiitët nuk kanë pop, nuk kanë ajatollah numër 1 në nivel botnor. Te shiitët, autoriteti fetar funksionon ma shumë si universitet, pra jo si Vatikani. Qendrat kryesore shiite janë havzat, seminaret e mëdhoja, universitetet, sidomos Najafi në Irak edhe Qomi në Iran, ku shkojnë dietarët edhe dhojnë mësim aty, nxjerrin argumente, e ndërtojnë reputacionin e tyre, edhe kanë ka pak rivalitet me njëri tjetrin. Bie fjala për shumë kanë, autoriteti më i lartë i botës shiite është në Irak, jo në Iran, e ai është Ajatollahi al-Sistani. Prej këtij sistemi del koncepti marja al-taklid. Me fjalë thjeshta, ti si besimtar e zgjedh vet profesorin rregullat e cilit ti ja njeh. Qoftë namaz, qoftë në xherim, qoftë në trashëgimi, qoftë në kontrata. Pra, nuk ekziston një shef botnor i botës shiite. Bota shiite shtrihet kryesisht në Iran edhe në Irak. Mirë po, dallimi është që në Iran, Ajatollahu përveç që është klerik, është edhe shef i shtetit, është edhe post politik. Dallimi me Venezuelën, po besoj e keni kuptu deri tash. Sepse nëse në Iran e prek Ajatollahin, Hamenein këtë rast, ai është edhe rahbra, pra është lider suprem, është simboli një shteti që e ka vesh pushtetin me petk fetar. Prandaj çdo kërcënim prej jashtë i ka dy valë, politike në Tehran, emocionale në rrjetin shit. Kjo shpjegon pse sot çdo diskutim për zim të liderit suprem në Iran ka konotacion politik edhe simbolik fetar. Irani e ka lidh narrativin e vet me mbrojtjen e fesë. Kur një shtet e shet vetën si mburoj të besimit, çdo goditje e madhe rrezikon me u lexu edhe si goditje ndaj identitetit edhe kulturës të atij populli. Ky tregim, kjo narrativ, mas shumë të është forcu në vitet e 80 në Iran, kur ka pas fillu lufta e Iranit me Irakun. Aja luft e shëndroi revolucionin në diçka të shajt, ma shumë se sa politika, duke e normalizu gjuhën e sakrificës, kulturën e martirizimit, ose qysh na i thojmë shahidit, shehidit,
propaganda luftës u shqypi simbolikës fetare, duke e shtyr rinin me pa vdekjen si shpërblim. Bota islame sot e kësaj dite vun halapi këtij sindromi. Kjo është koha kur fillojnë me lindë dhe organizatat terroriste, ma kryesorja për i tëne Hezbollahu, që nënkon tentakulat regjimit Tiranit për me kontrolu politikisht lindjen e mesme përmes një farë lloj monopolit fesë islame. Ma vonë merr edhe Hamasin në mbikëqyrje. Ndonë se suni ata. Irani në mënyrë taktike dhe politike i futin defanziv gjitha shtetet me shumicë muslimane të sekteve tjera, duke e rrëmby primatin e një shteti teokratik që e mbron islamin nga perëndimi, që nuk e lën çizmen amerikane aty. Tash më u kthy te sot. Protestat në Iran kanë nisë si revolt ndaj gjendjes ekonomike. Saktësisht, sikur para 47 vjetëve, edhe sikur atëherë edhe sot, po marrin karakter politik kundër kreut regjimit liderit suprem sot në atë kohë mbretit. Ndërhyrja Trumpit është thik me dy teha. U jep zemër protestuesve për ndryshim, mirë po edhe i mobilizon sovranistët kundër ndërhyrjeve nga jashtë, duke ja u rikujtu 1953-ën. Pse dridhet këtë bota kur ka krizë në Iran? Sepse Irani, përveç burimi naftës, është edhe vend strategjik geografik. Ngushtica e Hormuzit është si gryke shishës e ngushtë për energjinë botnore, e ajo ka lënë ka Irani. Në për atë ngushticë, në baza ditore, kalojnë 20% e konsumit global të naftës. Prandaj, çdo lëvizje në Iran i lëviz çmimet e naftës prej Tokios deri në Prishtinë. Irani nuk është një diktaturë thjesht që shke rastin Venezuelë. Çdo krizë e madhe në Iran ka valë psikologjike, politike, shumë ma largë se kufini tënë. Krejt kjo punë është, që shtash dhe djesim i prek telat me rrymë. Mund është me nalë një dritë dikon, ama mund është me kallë dhe këtë lagjen. Shtetet si Arabia Saudite, Turqia, Egjipti, kanë shumë qef me pa funin e regjimit të ajatollahve. Mirë po, nuk janë qastë sigurt, po saqerisht Arabia Saudite e Egjipti, që manej nuk ju vjen reni edhe diktaturave tëne që për dallim për Iranit kanë raportet mira me perëndimin. Sponsorët tëne vedove janë, si që dini tashmë, Riga Farm, kompania kryesore farmaceutike, është Jus Kosova, Kafe Pavin, është Buzhala Estate edhe Mobisim. Qëratin, ca deshta me thonë para se me hite historia e Beratit. Për qëto qatë ka në gjarë ndërgëmtare, do më thonë botërore, histori. Ti mund është me full të nditën, sens të amarë për bazë, do më thonë pengu Beratit. A din që më ka ndodhë njëherë me burimin e pa të regu burimin me një status në Facebook, edhe pa thonë, jena konë njërës dikon njëk Shqipnis, këta ishin të ecë. Po, më kujtu. Unë e pa ta shkupis mi vizitu, kështu një dy dit. Po, edhe unë alim dikon me Hunger Book, edhe menaxherja e restorantit, hotelit, i shkon e ardhën prej Afrikës të Jugut, mos gabofsha ose diçka e tillë kështu. Johannesburgut. Edhe ul, edhe na tregoi pak a shumë abdin. Okej, media si farsane edhe i tha Beratit qështu në vipi Afrikës të Jugut, s'dia keni dëgju në herë për ta. Kur ja ka nis. Po jo, kush e udhëhes. Po s'dia i tregoj edhe qa hojnë buk, do më thonë, qas informacion. Do më thonë për qatë farveni, met ajo, do më thonë, na i pagujti neve dreken. Qa po tani me angër, me pi, unë e burimi i shumet, të e këshirë Beratin qështu, edhe tha Berati, falni, abdin lirisht, po më nëjë sen kështu të ndrojnë anaj laf, na i shumet njeri u qua, e shkaj, do më thonë, na i shumet halatu e menu, so shumë informacion pat për një vend sa dje për Afrikën e Jugut. A më qëre... E nguca Beratin, thash qëre, thash ti mund është e me rajt, nëjsen për Afrika, qas mirë që keshtu të ngu, keshtu të thonë... Në këtë pikë, si me thonë, po të kuptej situatin tonë dhe në cilin një gjendë, po të azo mëne, e kom pasionin e njejtë me të këti, me të plot tjereve. Okej. Të morë, për Afrikën e Jugut edhe në me të mojë që të dërës, që nuk
So po GDP-n. A e ka di që të verot. Ja kështu për historinë, kështu për të më thonë që... Ase të ishta me njerë me... Ja se GDP-n nuk e di. Ja, i gone bëj. Se e përzita me GPT-n. Aten të... Me qa GDP? Po, të sito AI. Që ka orë ambjot la drukëcit. Kena orë dhe të s'kjo rubrika orë për. Të cila rubrikë? Inteligencë artificiale AI. Shqetësimi maj madhë, botërur. Se prapë po do të me mbete burimi, do më thonë që kjo... Jo bre, mu po më do këtë fang kështu, abdin qërë na... Fang po do këtë me mora aty me manipulu. Mu bile po më do këtë se na jena shumë largë, na se jena të ditë hala, që jena të bu. Adin përse jena të shfrydzuna qatë GPT-n. Për me si qatë fantazmën të rruga C, shijet fantazmën të rruga C. A ke me AI? Po mërë me AI. Me atin që më do dhe me burimin. Fa burimi, o zëtë, do na me thirë burimin, do më thonë për me mas mire mja u spjegu që thonë. Hajt, pak, pak alëzëme. Po qëre, burimi e kish besu për një me, që fantazma eksiston. Fa pas ka shku me një emision, e përmeni një emision se të ku shke. Tha qysh muj me zjetë interviste. Po se që ati që më do, se ka ketë këta që bujnë marketing, e mërëshin këtë fantazmën edhe që në bizneset dhe jo, kjo thëjke, një është i vërtet, thëjke, qaj është i vërtet, thëjke, këta tjerë t'ju në shku me AI e kam bua, vëdin, për me kap trendin. E që ke teoria e burimit, Po, burimit ja buna unë e po, hinë, thash zhe intervjisën, vëdin, o, na të buhajgare, dhe më thonë, kur... Ku shkoj burimi? A është burimi këtu a? Burimi s'ke. Se vës jem të e thirë, vës teksturën e sërë. A më që e fantazma të më me AI? Okej, hajde. Hej, jena alon në emision, a je dalë në teren, a je në zyre? Jo, që në teren të dalë, jëm të shku si ta shpe. Okej. E, adin që atë ishta të qështja fantazmës njëri. Dja, partje, kule patëm diskutim, që ndodhi... Se ki njetë me ma arru që ato... Jo, ne, hes, spjegoja vis pak Arbrit qysh vete ku shku në emisiona, sa the? Jo, e kish qitë, ku kete, Ermal Panduri e kish qitë në emision. Po, e ka qitë a i vis një foto për në i gare, po? Ato, edhe une, qëre ta shpe, të maj kredit, të maj defense, do me thonë, ko sens qysh me nëjsa one, se unë me nëjsa që eksiston një person që del notën edhe e ka ble një kostum fantazmës, i ka vendos makijazh dhe u dojë. E qysh në vete kujset debat blusit dha shortat? E kom kuptu që u bo me AI, ajo. Po. Ton kon jëm kon të menu që eksiston për një me, dikush që është të dojë notën edhe për njek njerës. Po. Së shumë largë men. Edhe qysh ma tu të bërim pa që të ishku brani dëllë. Natën e parë që ishtë dalë, që e foto burimi, tha e ju në këm pas ta me shku, tha kështu, tha adin vis me këshyrë sa është të ndodhë, sa dhe, abden, edhe, që kjo ketë më dha ma... Po, edhe tani e diskutu më zyre, hej, thanks burim shumë. Hej, kalum shimirë. Hajde, shiemi. Hajde. Edhe, që kjo ketë diskutimin. Edhe shpa që ta dyna më konë përfundimisht të dejmë fondi sinqirët. Edhe unë ku menu me... Ko në me e gjima, po ti që 2-3 herë njeri, që 2-3 herë jetu më burin si se abden, a i patë kom të dhis, edhe burimi të ke panit të ke i bënd dikush, abden, dishysh atin të vjen me jetë pak si... Pilona, alo nuk jemi sigur. Qëre? Se njeri, veç pak në qfoqë që të nërë që e fotografi. Po, ledel. Regjia, po. Amo këqyre, nuk është që zboqë ajo, dikush veshët. Buhët, okej, unë e përgëtej. Amo, Arbër, nëse dikush e kish buhët, si ta deri tash i qdali e kish tonë, hej, unë e buna, pëtin, po kjo shkaktoj panik, i pa shanë komente, që a buhët e jena të jetuar, nuk përdia jetë e jaj, vlo. Aja, të ndodhë që ga jena ketë në jaj. Vesh pak se do është me pagu që tash 22 euro për plus. Se nuk foli ma shumë. Dhe i së të e fate. A të që pëta qëtë ata? Po dhe, adin... A për përdurë qatë GPT-na? Gëm, qështja... Po, më në sushjo, për gjithë shka njeri. Du më thonë, une edhe qëta të AI, të në vëse kapi, që e në qatë GPT. I thua është me AI? Po, dhe ta këthen. Po folim në të anglisht, ashtë? Jo, më është qëpa, anglisht, qatë mujna. Ta një thiro me za njeri, folim gjithë shka të debatën. I kom gjithë të farë hapsira në kushtetut. Që të kam dhejt është nga për punën një dëkës që... Ti shumë rapa i e, sot një dëkës. Thëjke qatë GPT-a veçin i tu ljullë. Thëjke se ljumire e ma. Gëm. Që kjo puna jajtë është fatin e... Qërë kjo është të eskalu. Qështja kryesore që du të me ditë,
Rinia sidomos Arbër, unë e kam gjithmonë me se... Rinia e dinish, më thimë së, ata e din, përshend të përdore, do më thonë, me u fokusu, dje par dje folja edhe me flakonin, tha do më thonë me ChatGPT sot mund është me mbri edhe me zavendësu një programer, jo në është në nivelli ma i nalt, po do më thonë për me ndërtu një sajtë, si farsene e kish provu, ma të regoj një farë testimi që ka bo, ke fasionu se që ka bo. Tash, unë s'dia din inshallah edhe nacionale a shkon ca drejtim, zavendësohesh për shembull të jap. Shumë më mirë kisha su deri. Unë më që ta ushtrues të detyrës, këta më që mund më zavendësu. Po nashta vola apo rozeta lumiri. Vola apo sa jo. Vola apo më kon sa jo. Hey, deri në javën tjetër Arbëra? Po. Të gjelen në ora 22. 22 jeni me POV, ose point of view, ose pikpame originale, ose oceanit. Që kjo do më thonë ke prej neve sot, rëni me neve, gjatë javës tjetër ka me pas edhe story tjera, ka me pas raportime ekskluzive cilat nuk i kemi publiku ma heret, edhe gjithashtu keni me ndjek story prej rrugve, story prej gjykatave dhe gjithë shka tjetër. Qatë ka tani me politik, kthehemi te Arbëri edhe na i shpjegojmë pak më mirë. Natën e mirë çdo të